Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët të nderuar teleshikues në programin Studio e Hapur, unë jam Eni Vasili. Jemi në maratonën elektorale të Studios Hapur, që të paktën që nga 1 qershori, jemi në transmetim çdo ditë në orën 20:30 dhe kemi sjellë tek ju disa nga debatet kryesore të qyteteve. Kujtoj këtu Shkodrën, Beratin, Gjirokastrën, debate kandidatësh që kanë patur shikueshmëri jashtëzakonisht madhe, por kemi patur gjithashtu intervista të ndryshme, debatet, analizës dhe do të vazhdojmë kështu deri ditën e zgjedhjeve dhe pas tyre deri në shpallje të rezultatit përfundimtar. Sot kemi vendosur të ndalojmë në Durrës, në një nga bashkitë më të mëdha të vendit, bashkia e dytë pas kryeqytetit, pas Tiranës, ku gara është shumë e fortë midis kandidatit koalicionit të majt dhe kandidates koalicionit të djathtë. Me mua sonte në studio është Vangjush Dako, mirëmbrëma, mirë se erdhët, faleminderit që jeni me mua. Mirëmbrëma. Kandidati i koalicionit të majt për Bashkinë e Durrësit në kërkim të mandatit të tij të tretë. Faleminderit edhe një herë që jeni me mua dhe që keni pranuar ftesën e Studios Hapur. Me mua në studio është Robert Rakiplari, gjithashtu kolegi i Gazetës Panorama, kryeredaktor i gazetës, mirëmbrëma. Gazetës më të madhe në vend. Faleminderit Rakiplari që jeni me mua. Faleminderit. Mentor Nazarko, opinionist, mirëmbrëma. Faleminderit që keni riardhur pasi keni qenë përgjatë kësaj jave dhe një herë tjetër në Studion e Hapur. Gazetës Panorama gjithashtu. Nazarko, opinionist, kolumnist i Gazetës Panorama, edhe një herë themi Gazetës më të madhe në vend dhe për këtë jemi të kënaqur. Dakor, do të fillonim me një atmosferë të përgjithshme për fushatën. Zoti Dako, jeni në terren, ju pam edhe në intron ton hyrëse. Çfarë perceptoni, si ju kanë pritur, si ju ka shkuar fushata deri tani? Padyshim që kemi hyrë tashmë në mesin e fushatës. Filloi pak shpejt kjo fushatë, po për ne nuk është shumë problem sepse kemi 8 vjet që çdo ditë bëjmë fushatë për arsye të kontakteve të shumta që kemi me qytetarët e Durrësit. Dhe në këto ditë po kontaktojmë me ta më shumë për t'u ballafaquar për punën që kemi bërë, por njëkohësisht për të shprehur dhe për të thithur nga ta shumë nga kërkesat që kanë, por njëkohësisht edhe duke u zotuar dhe premtuar për ato çka do të bëjmë në 4 vitet e ardhshme. Kemi të bëjmë me një fushatë për mua pavarësisht se është era e tretë, por është si një fushatë për herë të parë, sepse kemi një territor tashmë 10 herë më të madh se ai që kemi patur falë reformës territoriale dhe kemi 30% më shumë banor se sa kemi patur deri tashmë. Kështu që mundësitë dhe fushata është një karakteri të ri dhe një tipi të ri dhe për mua duket sikur po jem në fushatë për herë të parë. Si duket fushata deri tani? E quani, do ta cilësonit një fushatë pozitiviste, duke patur parasysh në mënyrën se si po bën fushatë kundërshtari juaj politik? Unë nuk shikoj ose nuk vlerësoj fushatën e kundërshtarit, merrem me fushatën time personale në raport me qytetarët. Fushatën e kemi të organizuar në mënyrë sa më të qetë dhe sa më pranë banorëve dhe qytetarëve të rinj dhe të vjetër Durrësit. Kemi eksperiencën e fushatave të kaluara, është i njëjti model, i njëjti stil, me të njëjtin po vazhdojmë edhe në këtë fushatë. Kemi dhënë mesazhet për gjithë simpatizantët, për gjithë njerëzit që na mbështesin, që bëjmë një fushatë dinjitoze, qytetare, sa më të qetë, për mos i shqetësuar njerëzit të cilët janë në punën e tyre të përditshme, për mos i ngacmuar në sa të kthehet në bezdi, por të bëjmë një fushat vetëm me kontakte, me biseda, me anë medjave dhe pa theve përsëris dhe njerë pas një incident dhe duke i ruajtur ekuilibrat e qetësisë. Njëkohësisht edhe të bëjmë fushat, por nga ana tjetër mos i bezdisim qytetarët. Përpara se të flasim pjesën politike ndaj akuzave që u bëjnë si kryebashkiak i mandatuar 2 herë dhe që jeni edhe në kërkim të mandatit të tretë, do doja meqense jemi këtu tek fushata, t'ju bëja një pyetje në lidhje me akuzat e kundërshtarëve politik në lidhje me procesin e votimit. Ju akuzojnë për presion ndaj votuesve dhe manipulim, po quaj kështu, të listave të votuesve nëpërmjet regjistrimeve të reja. Vazhdojnë edhe balta nuk ka të sosur, edhe në këtë rast vazhdojnë me baltën. Nuk kemi bërë asnjëherë presion, as nuk bëhet fjalë që të bëjmë presione dhe për këtë janë dëshmimtar qytetarët e Durrësit, të cilët nuk e kanë vuajtur presionin në 2 vite që koalicioni për Shqipërinë Europiane drejton Durrësin dhe as në fushat dhe as kanë për ta vuajtur ndonjëherë mbi kurriz. Këto janë metoda të cilët kanë kaluar koha, i kanë përdorur kundërshtarët, rivalët tanë gjatë viteve kur kanë qenë në mazhorancë, ndërsa sot kemi të bëjmë me një situatë shumë të qetë mbi biznesin, mbi sipërmarrjen, mbi qytetarët e thjeshtë, jo vetëm që nuk ka presion, por përkundazi ka bashkëpunim dhe ka një mirëkuptim në këtë fushatë. Në fakt, me që jemi te kjo pjesë dhe mund të japim një kontribut më tepër. Më tepër, domethënë në fakt
Unë nuk kam dëgjuar titet balë ndaj zotit Dako deri tani. Kjo nuk është balë kjo. Ta shpjegoj. Nuk kam dëgjuar titet balë në kuptimin e kësaj që e keq qeverisjes apo akuza për korrupsione etj. Jo tha për shantazh ndaj. Prandaj po them, po ky s'është balë, ajo s'është balë, këto janë fakte. Këtu ka një fakt. Po ja, ky është fakt që aty në Bashkinë e Durrësit janë regjistruar 3000 persona. Jo, ndaj. Dhe unë kam parë me foto që janë regjistruar persona në garazhe që s'ekzistojnë, në lulishte që s'ekzistojnë, në shtëpi. Edhe ti balë për se s'ke pa gjë fare. Ti s'ke pa. Po s'është asnjë fakt gënjen ti. Ti vizë dorë që gënjen bile, edhe dizinformon publikun. Po pse po gënjen? Po gënjen pra tash. Po ja, a ke regjistruar, janë regjistruar njerëz. Po lejmë tash që kam regjistruar pa te grida te regjistruar 3 persona në regjistruar grida. Regjistruar grida dhe prapë kandidate. Po prapë duke u bërë tash garazhe dhe ato se s'ka asnjë rast till. Nuk ka asnjë rast till. Ti vazhdon të gënjeshtu të me fakte më kishte kandidatuar për kallëzim prokurori. Po lem KQZ ka çuar raport në prokurori. Zotri, kallëzim penal ka çdo zyrtar shteti sot në Shqipëri. Jo, këtu ka kallëzim penal në prokurori për këtë gjë. Nga KQZ-ja, që është institucion zyrtar. Me këtë temë fjalë u regjistru grida si qytetare e fundit të Durrësit. Ta vazhdojnë ta gjejnë ku flen grida dhe të vazhdojnë. Standardet kanë një proces, kanë një rëndësi shumë të madhe për mendimin tim. Dhe nëse ka një raport të KQZ-s, ka një raport të auditit të PD-s që KQZ ka çuar në prokurori për shtimin e zgjedhësve në Durrës, ai s'mund të thotë që unë kjo s'është baltë etj. Këto janë fakte, kaq. Fakte sipas te, po sipas me nuk ka asnjë fakt. Cilat janë don sipas jush, ka apo s'ka don? Ka në luhatin numrin e trendi i të regjistruarve në Bashkinë e Durrësit është i njëjti trend me të shtuarit e rinj banor në gjitha njësitë e tjera të Durrësit. Pra, Sukt, Ishëm, Katundiri, Manc, Roshbull janë shtuar 1% votuesve. Në Durrës, Bashkia e Madhe është shtuar 1%. Në vlerë absolute, numri është më i madh, po në vlerë relative është 1% në të dy rastet. Në të pesta këto njësi është shtuar po njëjti trend sa është shtuar në qytetin e Durrësit. Tani atje nuk i intereson, nuk edhin balë. Këtu kërkojnë të edhin balë. Jo, me thënë, me qenë se ka marrë karakter edhe raporti Odirit sot, që evidenton këtë gjë. S'është balë kjo. Ka marrë karakter gazetarë, Mos e përfaqësues i partinë në parti politike. Po jo ti, i partisë i kandidatës, përfaqësues drejt për drejt. Çfarë lidhje ka me kandidatën? Po fryma dhe muhabeti që bëj gjithë këto. S'ka lidhje me kandidatën së përdini. Çështja është më flas për raportin e Odirit. Raporti Odirit që është ka dalë sot i ndërmjetëm, thotë që ka një problem me regjistrimin fiktiv të votuesve nga prilli dhe këtej, mars, prill dhe këtej. Ky është një fakt. Po pra u regjistrua grida. Po 3000 të tjerë nuk e regjistruar. Nuk ka si grida me ato federatën e futbollit. Odiri nuk thotë që ka regjistruar Banjushi. Po si thotë? Janë regjistruar njerëz më shumë se çpritej në janar të vitit kaluar. Por këto njerëz nuk është se i ka si Banjushi. Këto janë njerëz grida, Federata Shqiptare e Futbollit, qytetarë që duan të jetojnë Durrës dhe nuk merremi me këtë fare. Pra pranon si fakt, nuk gënjeva unë. Si fakt. Që janë shtuar votuesit. Ajo nuk është gënjeshtër fakti, sepse kemi pa 265.000, Durrësi ka qenë me 204.000 banor, ka shkuar 206. Ky është fakt, unë nuk mund ta mohoj faktin e shtesës. Po të them në njëjtën gjë, banorët e 5 njësive tjera kanë nga 84.000 janë shtuar 800, pra 1% më shumë. Durrës është shtuar 1% dhe ande është shtuar 1%. Pa rritja e popullsisë ka ardhur në të njëjtin trend, si në komunat ku ka patur PD-ja pushtetin, si në Bashkinë e Durrësit. Dhe ne nuk themi gjë për këtë. Lëvizja është e lirë, nuk ka asnjë. Këtë do të shërojë prokuroria për Zotri, ti mund vish banosh të Durrës dhe unë mund vinë në Tiranë. Siç u regjistrua grida, një ditë para se të fillonte dhe të bëte qytetare të votoheshin Durrës, kandidate u regjistrua. Dhe këtë të drejtë si heq ligja kujt. Bile. Është edhe më e thjeshtë problemi se sa. Kanë nxjerr fakte, kanë nxjerr adresa aty dhe këtu është gjithë problemi. Që s'kemi ardhur për këtë temë. Jo, sigurisht. Megjithatë, a është një trend që ndodh vit pas viti rritja me banor? Është një trend 20 vjeçar. Tash ky 22.000 i futin në Tiranë, 50.000 sa futi para 4 vjetësh. Uri trendi s'kishe, që do thosh? Është lëvizje e limë, ta jep kushtetuta që në vitin 90, çdo qytetar i Republikës Shqipërisë mund vi të regjistrohet në çdo qytet ku don dhe dëshiron të jetoj. Në Durrës, në Tiranë, Peshkopi, ku të doj. Dakor, po ju vetë ju shqetëson kjo gjë se mund të jenë mbasën, nëse nuk janë të nxitura nga ju, mund të nxiten nga kundërshtarët juaj. Nuk më shqetëson fare sepse vota është e lirë dhe është e fshehtë dhe mua nuk më shqetëson fakti fare. Për mua ka rëndësi që qytetarët votojnë një herë. Se ku është qyteti që ata zgjedhin për të votuar s'ka rëndësi. Nëse ju
kot, po bëj një hipotezë. I bie që ju të keni frikë domethënë nga kandidatja, domethënë që duket kështu diçka, nëse ju keni sjell votues të rinj, po supozojmë, i bie që keni frikë. Jo, po shtroj, keni frikë këtë kandidat. E ndrova këtë temë. Kush jam unë që mund të sjell 2000 persona? E ndrova këtë temë. Si ju duket ju kjo kandidate? Ju krijon kjo frikë kjo kandidate apo jo? Cilët shikoni pikat më dobta më të forta të saj? Se gjithsesi kjo është një analizë që e bënin. Kam kuptim unë frikun, po them unë po përballem me 320.000 banor që ka qyteti Durrësit. Dhe kam frikë vetëm banorët e Durrësit, të cilët ballafaqohen me ta. Ata janë problemi, nuk është problem rivalja. Problemi im janë qytetarët, sepse unë jam kryetar bashkie për të tretën herë dhe ballafaqohem ndërmjet tyre me punën time. Dhe kjo është frika, që njerëzit të duan apo nuk të duan, të respektojnë për punën që ke bërë, kanë besim për të vazhduar me ju apo s'kan. Ndërsa rivalja nuk më shqetëson fare. Jo vetëm kushdo të ishe rivali, nuk është problemi. Unë lexova intervistë, ju keni kaluar një mandat dytë, gjatë cilit jeni konfliktuar me qeverinë qendrore. Ju për shembull përmendit që nuk ju ka dhënë fonde qeveria qendrore, ju ka dhënë 1.6 milion në këto 4 vjeçin e fundit, nuk 6 vjet, ndërkohë që qeveria Rama ju ka dhënë 22 milion. Pra, duke ditur peshën ose rëndësinë që kanë fondet e qeverisë qendrore në realizimin e projekte, sa ju ka penguar kjo në cilat janë mos realizimet tuaja për këtë shkak dhe cilat janë po do ta mbajmë me rezervë këtë pyetje sepse na ndërfut në një temë tjetër që është pjesa e dytë e emisionit dhe ka të bëjë pikërisht me qeverisja nga Vangjush Zako për 8 vite, për 2 mandate në krye të Bashkisë së Durrësit. Pra, 2 mandate ka qeverisur e Majta, vetë Vangjush Zako ka qenë kryetar, tani është në kërkim të mandatit të tretë. Juve keni një bilanc tuaj zoti Dako për këto 2 mandate dhe si e justifikoni faktin që kërkoni një mandat të tretë? Në këtë bilanc? Padyshim që kur përfundon një mandat, do bësh një bilanc. Dhe bilanci jonë është shumë pozitiv në raport me premtimet dhe me atë që mund bëjë një kryetar bashkie. Mandatin e parë 4 vite punuam duke menaxhuar në mënyrë të shkëlqyer gjitha fondet dhe burimet tona dhe arritëm një sukses ku përmirësuam cilësinë e jetës së banorëve Durrësit, duke hequr baltën nga shumë zona, nga shumë lagje periferike të qytetit Durrësit, ndërsa në mandatin e dytë, në vitin e fundit të mandatit tonë, kemi bërë aq punë Durrës sa nuk janë bërë për 20 vite. Kemi realizuar 8 vepra, të cilat nuk realizohen dot më në 20 vite. Dhe kemi qenë shumë të qartë dhe shumë të kthjellët në investime. Ja këtu po tregoni një foto. Kjo është në stacionin në mbikalimin e urës të Plepave. Kemi filluar për çdo vizitor, kemi përcaktuar trajektoren turistike që do të thotë nga hyrja e Plepave deri në shëtitoren Taulantja, duke përmirësuar të gjithë imazhin e Durrësit, duke ndërtuar vepra të cilët janë shumë të bukura me një imazh tjetër për qytetin, si një qytet dinamik, një qytet në zhvillim, një qytet turistik, sepse gjitha këto investime nuk janë vetëm të Durrësit, por janë të gjithë Shqipërisë. Dhe thash, nga mbikalimi i Plepave deri tek mbikalimi i urës Dalanit, së bashku me rrugën e plazhit, 3 investime të cilët përmirësojnë ndjeshëm atë imazhin e qytetit Durrësit. Nga këto 3 investime kemi kaluar në rrugën paralel me murin e portit për të shkuar në qendër të qytetit dhe nga qendra kemi vazhduar në shëtitoren Taulantja për të ndërtuar një hapësirë publike në dobi dhe në shërbim qytetarëve. I gjithë kjo trajektore turistike është realizuar vetëm në këtë vit. Dhe vlefta e investimit të kësaj trajektore arrin afro në $12 milion, gjithë këto investime. Nga ana tjetër, ne kemi përcaktuar trajektoren tjetër turistike për gjithë ata vizitorë që vinë në Durrës nëpërmjet Tiranës, duke realizuar hyrjen e Durrësit, sheshin e stacionit trenit, sheshin Azem Hajdari, bulevardin kryesor qytetit, përfundojmë te sheshi përpara bashkisë, sheshi Liria, zemra e qytetit, dhe zbresim poshtë në shëtitoren Taulantja për të vazhduar me atë shesh që e thamë dhe më lartë, një nga veprat arkitektonike më të bukura të realizuara ndonjëherë në Shqipëri në këto 20 vite, po ndoshta edhe në gjithë. Ka kritik për sheshin që thonë që
ai është zhduku një moment ose një monument të identitetit Durrësit vjetër. Doja të flisja fillim për atë çka kemi bërë, për dhënë edhe vizionin ton për zhvillimin e qytetit. Pra, nuk e kemi pa qytetin që hajtë bëjmë një punë këtu apo një ndërhyrje atje. Kemi ndërhyrë me një logjik të saktë, hap pas hapi. Dhe sot e kemi të përfunduar trajektoren turistike për në qytetin e Durrësit, nga dy hyrjet. Për gjithë ata që vinë nga jugu, nga Plepat, dhe për gjithë ata që vinë nga Tirana dhe Veriu, nga Ura e Delanit. Dekord, për pasu pyes edhe për trajektorit e tjera të cilat ju propozoni në programin tuaj, ose të paktën ato që keni deklaruar me dëgjuesit në dëgjesat që keni patur me qytetarit e tjerë, por qëndrojmë te bilanci. Të paktën nga vërtet matësi I mjaftit, nuk e di nëse këtë dokumente keni patur mundësi ta konsultoni, thuhet që nga 55 premtime të bëra nga ju në vitin 2011, 16 janë të realizuara, 8 premtime pjesërisht realizuara, 5 premtime konsiderohen të pamatshme, në total janë 26 premtime të paralizuara në krahasim me 55, pra jemi gati në 50%. Jo, unë nuk e di nga I ka marrë të dhënat mjafti, ju para se të fillonim më nxorët një kontratë që unë kisha realizuar me qytetarët e Durrësit. Po, kjo është një variant I shkurtuar, ndoshta I premtimeve, sepse I shkurtuar, atë kam firmosur unë. Ka 13. Pra ke 13 pikat të firmosura nga ana ime aty në një kontratë. Qoftë do t'i marrësh pik për pik ato 13-a, do të gjesh 1 apo 2 pikat paralizuara. Ndërkohë, kemi realizuar edhe një 10 pika tjera të cilat nuk janë shkruar në këtë kontratë. Pra, po ta lexosh kontratën. Cili ka qenë koeficienti juaj I mbledhjes taksave, I mbledhjes. Kur ne kemi premtuar në vitin 2011, kur kemi bërë premtime në raport me qytetarët, kemi bërë premtime shumë modeste. Për arsye sepse kemi premtuar sipas buxhetit të bashkisë, pra të ardhurat e bashkisë. Jo sa I mbledhjen të ardhurat, cila është përqindja e mbledhjes të ardhurave nga ana juaj? Në këto 4 vjet apo nëse më jepni të fundit të ardhurat e bashkisë kanë dhënë. Për arsye sepse një nga zërat që ne mbledhim më shumë të ardhurat është zëri I taksës në ndikimin në infrastrukturë, që do të thotë për çdo leje ndërtimi, sipërmarrja paguan 3% të vlerës. Nga viti 2011, shtatori 2011 deri sot, ne nuk japim më leje ndërtimi dhe për arsye në buxhetin ton, arkën ton, mungojnë rreth $3 milion në vit. Po pra, qeveria nuk ju ka dhënë, keni mbledhur më pak. Atëre nga vinë para, domethënë këtyre investimeve publike të mëdha që keni bërë ju përveç periudhës që ka ardhur qeveria e re dhe që ju po mbështeteni si shtonë. Deri në vitin 2011 ne kemi ardhur me të ardhurat tona të buxhetit të bashkisë, nga taksat dhe tatimet e qytetarëve. Ndërkohë, kemi përsëri mundësi për investime, por na është paksuar buxheti me $3 milion për arsye të taksës ndikimi infrastrukturë. Ndërkohë, kemi mirë menaxhim dhe kemi një rritje të taksës së pasurisë. Në 2000... Po, jam dakord. Te bilanci, sepse ka shumë rëndësi. Po, I qëndrojnë te bilanci dhe jo detajet. Kemi një kryebashkiak, shko, unë kam përse... Po, qëndrojnë njerë në një vështrim përgjithshëm. A mund të themi diçka, sepse tash nuk... Po, patjetër. Në raport, kur vim përballë kryetarit të bashkisë të Durrësit, unë nuk jam durrësak dhe nuk e njoh Durrësin nga brenda, do flasim për koncepte. Dhe do flasim për ato që për menaxherin e një qyteti që është qyteti I dytë në Shqipëri, që është metropoli I dytë I vendit, që është Durrësi. Dhe pavarësisht se ne nuk mund ta njohim me lagje me detaje Durrësin, ne duhet të themi disa gjëra në përgjithësi. Tani, zoti Dako, domethënë, unë e kam parë programin që ai kam hedhur një sy programit që ai ka për Durrësin në 4 vitet e ardhshme, por e para njëra mund të jetë një program I një kryebashkiaku që ka 8 vjet I qeverisë. Programi është shumë I mirë. Ato që ke deklaruar, në publik, dhe që do bësh, ato që kam ndjekur fushatën tënde. Zotimet. Kam ndjekur fushatën tënde. Zotime. Se nuk kam paraqitur në program, prandaj. Ato që ke paraqitur në publik, se unë kam ndjekur fushatën. Tani, problemi është ky, Durrësi sot është një qytet që ka probleme shumë të mëdha. Dhe problemi kryesor I Durrësit sot është betonizimi I Bregdetit. Domethënë 8 vjet që ka qenë zoti Dako në kryet të bashkisë së Durrësit, Bregdeti ka vazhduar të betonizohet dhe më tej. Nëse ligji nuk e lejonte 300 metra afër detit, lejet janë dhënë deri 30 metra afër detit. Pra sot kemi një qytet bregdetar, që është Durrësi, I cili domethënë nuk turizmi I tij është pothuajse I pashfrytzueshëm. Për këtë arsye, për këtë lloj menaxhimi,
për betonizimin në Bregdet, për ujrat e zeza, për kanalet e ujrave të zeza, etj. Dhe sot kemi një gjithë ato investime që janë bërë në gjithë Bregdetin e Durrësit, të cilat gati janë të pa shfrytëzueshme. Ka zoti Dako një përgjegjësi për këtë gjë, dhe çfarë përgjegjësi ka dhe si mund ta zgjidh. Nuk po them vetëm unë këtë. Këtë e thot edhe drejtori Luizni që është i qeverisë zotit Dako. Në vitin 2004, KRTRSH-ja e Republikës së Shqipërisë ka vendosur dhe ka miratuar një plan përgjithshëm rregullues për zonën e plazhit ku ka përcaktuar ndërtimet 6, 8 dhe 10 kate. Dhe ka vendosur një vijë kufizuese me detin, pra me rërën. Ka vendosur një shëtitore të miratuar në KRTRSH-n e Republikës, po ta përsëris edhe një në 2004. Dhe asnjë kryetar bashkie dhe unë mbas këtij viti 2004 nuk e ka shkelur për asnjë moment të vetëm këtë rregullore të miratuar nga KRTRSH-ja. Pra, faktet që ju thoni 30 metra larg detit apo 100 metra larg detit janë të përcaktuar në këtë vijë. Është përcaktuar një shëtitore në plazh, 5 metra e gjerë, në të cilët shëtisin njerëzit, dhe kjo shëtitore nuk preket dhe nuk lejohet për të dhënë leje ndërtimi. Dhe prandaj po them edhe një herë që ju nuk e njihni tamam problemin e Durrësin dhe flisni këtu duke të betonizohet. Jo, do flasësh me fakte. Po Bregdeti është një skandal, më çfarë ato e shohin gjithë dhe ajo është i pashfrytëzueshëm. Bregdeti është skandal, apo skandal këtë nuk e vlerëson ti. Problemi është ju më akuzuat dhe thatë, dëgjoj tash një minutë, dhe thatë që keni dhënë lejet e ndërtimit, keni betonizuar, po mi pa ta, ma përgjegjësi dha për betonizimin, ban përgjegjësi apo jo? Dhe unë po të them që nuk kemi shkelur asnjë. Shikon, më vjen keq ata që mos spekulon. Më the që ke dhënë 30 metra larg detit. Ta thash 300 apo 30 metra është e përcaktuar nëpërmjet kësaj vije kufizuese, e cila nuk lejon ndërtim. Në qoftë se ti gjen që në këtë vijë kufizuese ne kemi kaluar. Më fal, ky është modeli i shfrytëzimit të Bregdetit me këtë lloj betonizimi, me këtë lloj betonizimi që është. Ka marrë kryetar bashkie, Bregdeti i Durrësit nuk jepeshe më leje ndërtimi se ishte i zënë. Sa për dijenin tënde, nuk asnjë apo 2-3 leje ndërtimi kemi dhënë as kemi dhënë. Ka qenë gjithi i zënë, i mbushur me pallate, me ndërtime. Po mund të rregullojë, kishte shans që 8 vjet të bëjnë një gjë. Po të 8 vjet të bëjnë një gjë. Nëse do të prishnin pallate nga 6 kate, nga 8 kate, nga 10 kate, mund kishte shanse edhe të rregulloheshin, por ishin pallate me leje ndërtimi, të cilët kërkojnë një faturë financiare për të cilën ne nuk ishim të përgatitur. Megjithatë, koha më vonë mund vi për të përmirësuar gjithë hapësirat publike, mund të ketë raste edhe të shpronësimesh dhe mund të prishim, por nuk është aq zi sa e bëni ju. Akuza për betonizimin është një akuzë që natyrisht formulohet nga opozita. Ne nuk kemi pse ta injorojmë atë çfarë thot opozita. Natyrisht mund të ketë, jo, mund të ketë, jo, opozita është faktor real dhe mund. Betonizimi është pjesë e zhvillimit të Shqipërisë dhe nuk është problem Durrësi. Betonizimi është nga Saranda deri në Shkodër. Durrësi është më problem akoma. Jo, ke gabim. Durrësi është i pashkëzuar. I shikon këto objekte që gjitha nuk janë kostime. Keni juve një indeks ose një tregues që pse me ardhjen tuaj ky fenomen që thoni ju i betonizimit është ndaluar apo është në ritme normale apo jo. Keni një dhënë, pra numrin e leve ndërtimit, sipërfaqet e dhëna për ndërtime të tjera, dhe kur janë të orientuar ato, janë plazh, janë qendrën historike, ku diun. Zona periferike. Ka gropa sot, ka gropa sot hapur në rrezë zotë. Në vitin 2007. Kur unë kam marrë si kryetar bashkie, fatmirësisht kam patur 2 studime të miratuara. Për zonën e plazhit, studimet miratuara nga KRTRSH-ja, dhe për zonën për qendrën historike të qytetit. Në zonën e plazhit lejoheshin ndërtime me ato të dhëna që u ndash më larg, 6, 8 dhe 10, sipas vija e parë Bregdetit 6, vija 2 8, mbas rrugës 10, ndërsa në zonën historike nuk lejoheshin më shumë se 6 katë. Dhe në të dyja këto raste kemi respektuar në mënyrë rigoroze këto vendime të KRTRSH-s dhe kemi dhënë leje ndërtimi për pronarët në sipërfaqet e tyre duke respektuar këto vendime. Pra do të thotë që kemi zbatuar ligjin e shtetit. Në qoftë se ne nuk do jepnim leje, do na akuzonin si njerëz të cilët s'japin leje kërkojnë tjerë të korrupsionit. Kur japim leje brenda ligjit thoni betonizim, ne nuk mund të pengojmë zhvillimin. Jemi në një qytet
që zhvillohet për ditë. Po pra, ku janë dhënë shumë këto leje? Kemi një... Zotit Dako, këto leje, po ta shpjegoj edhe herë. Janë dhënë shumë herë më tepër. Ne nuk kemi gropa në rënë të hapura, leje që janë dhënë leje sot. 3% të gjithë lejeve ndërtimit që janë dhënë qytetin Durrës. Po, Regulari? Po i themi këtë gjë që sot ka foto, nuk po, se mund t'i merrim ato, po ka foto sot që janë... Ti nxjerrësh, me amendje nuk ka. Ballafaqim të drejtë për drejtë. Se kam të nxjerr. Ke sot leje të dhëna me gropa të hapura në rërë. Nxjerr. Nuk ka thonë ju? Asnjë. S'ka gropa të hapura në rërë? Asnjë, garantoj për këtë. Po më dakord do ta nxjerr, do ketë gjatë, do ketë në shtëpi, nuk po vazhdoj këtu, merre dhe hajde. Dakor, jo se kam këtu, nuk ka. Po merr ata që ti japin, silli. Nuk ka nevojë të japin njëri, sepse ato duken, janë gjëra që duken në sheshe. Por ti nuk shikon mirë. Janë gjëra që duken në sheshe. Nuk janë, shko, silli. Betonizimin e projektit të shefit çdo njeri në 12 natës, shko këtu. Këtu i kam, këtu kam merak, por nuk dua që të krijojmë pauzë për emisionin, s'ka problem. Megjithatë një nga akuzat më qenë se jemi këtu tek betonizimi, tek lejet, sepse kjo është një retorikë e gjatë, ndoshta edhe edhe blendi përgjigjemi, ndoshta sepse janë shumë teleshikuesit që na shkruajnë. Për shembull, ndoshta marrin shkallës edhe nga akuzat e opozitës, ishte një qytetar i cili në faqen tonë Facebookut Toni Vasili Studio e hapur pyet për lejen e ndërtimit për pistën e re, thot, në det. Jo vetëm pranë në rër, por edhe në det është dhënë një lejë abuzive. Është e vërtetë kjo? Çfarë pismë ne kemi ndërtuar një hapësirë publike, një vepër arkitektonike më e bukur në Shqipëri historikisht. Mund ta tregosh këtë lutem këtë foto që është në det? Nuk është në det. Shko. Ja, ta pisti thua kësaj? Më fal, më ta shpjegoj edhe ato. Shikoj ja poshtë. Ta japë do ishte e vështirë, po mundohem ta. Po, do ju jap një herë, sa ta fokusoj kamerën ju jap. Sepse nuk ka rëndësi domethënë ta shohë ai. Rëndësi ka fotoja. Jo, foto, se ka rëndësi tash foto, se do të sqarosh opinionin ti. Foto pra e ke kush foto ta shohë. Po se gjen një foto ti me i vend dhe po ta them vetë atë foto. Un pa e di për çfarë flet. Po dakor për rregull. Është një ndërtim 4x4 në zonën Liria të plazhit Durrësit, i cili është brenda kësaj vije që un tash më lart. Brenda shëtitores. Pra kishte. Jo, brenda shëtitores. Si ka më? Ka. Është një ndërtim 4x4. Jo, mos abuzo. Është një ndërtim 4x4 i cili është sipas rregullores urbanistikës, nuk e ka shkelur shëtitoren, por kur e shikon nga zona e bllokut, ajo ndërtimi është rregull, kur e shikon nga qyteti duket sikur ka hyrë në rër, por është brenda shëtitores të miratuar nga KRTRSH-ja. Është një ndërtim 4x4, 100 metra katror, dhe ti nxjerr foton e një viti përpara këtu. Pra ka. Si që ka? Që është ajo që ka? Po çdo pallati ndërtohet. A mund të marr pak një nga pikat e tuaja të kontratës? Jo, tani ke ardhur për debata, ke ardhur për debat më? Ti je grida apo je? Jo, më kam ardhur për të bëjmë gazetar, s'ka marrë për të ngritur për të ngritur, s'ka marrë për të vazhdo. Po të them pra, po të marr një pikë nga kontrata që keni firmosur ju. Dhe thoni, kualifikimi i plazhit Surrilave nga Bryli tek në Surrila ku do të përfitojnë 26.000 metra plazhe publike. Po. Unë nuk di të ketë plazhe publike në Durrës. Jo, se pranoj për ngatron se je supervisor, nuk e di problemin. Po çfarë supervisor? Më shpëtojnë gjëra që i di gjithë Shqipëria, më në Durrës kanë ardhur gjithë. Po jemi ta të shpjegoj. Ka plazhe publike në Durrës, më falë, flisni ju, tani se po flasim domosdoshmë sikur jemi. Më dëgjoj tash, se ti nuk kupton pra premtimin. Po çfarë? 126.000 metra katror plazhe publike. Është ndërtuar plazhi? Unë nuk e di të ke plazhe publike në Durrës. Në Durrës ka plazhe publike, po shkoj me pagesë gjithku. Ti nuk di me të lexosh atë. Po si mos ke marrë në Durrës me telefon. Po jo, se kjo është shajotja, s'ka nevojë të lexoj, se ajo është lezuar. Jep një shpjegim për këtë. Po ja një shpjegim. Ka plazhe publike në Durrës. Në zonën e Surrilave. I kemi premtuar qytetarëve të Durrësit në vitin 2011. Jo, që do ndërtojmë një plazh të ri. Gari kualifikimi, do i marrim vetit, është një investim shumë i madh. Ja, është një problem. Shikoj projektin. Ai është projekti për të përfituar ato sipërfaqe për 25.000 banor plazh. Nuk e kemi realizuar. Se ke vënë 8 vite, bësh për 8 vitet e tjera. 4 vite më parë kemi premtuar. 4 vite më parë është një investim me një vlerë rreth $8 milion për gjysmën e projektit. Për gjithë projektin shkon rreth $20 milion. Nuk është një projekt që realizohet me financimet e bashkisë. E kemi paraqitur projektin në qeveri, presim financimet, por po shikojmë mundësinë edhe të një partneriteti publik-privat.
Akoma... Këta e kuptuam, po ky është një problem i madh dhe për pjesën tjetër të plazhit. Do në cilët janë kriteret që ju jepni leje shfrytëzimi nga privatët, cilë është raporti i plazheve private me ato hapësira publike nëse ekzistojnë. Te pjesa tjetër e plazhit. Plas të plazhit tradicional. Problemi është që mos se ulim edhe çik nivelin e bisedës, se ne kemi ardhur për të folë për Durrësin e vitit 2030, nuk kemi ardhur tash për të folë plazhin. Ne do nisim nga ç'është bërë, Ne kemi një hapësirë në cilën i japim 200 metrë katror, çdo subjekti i cili ka një lokal, ka një hotel në plazhin e Durrësit dhe don të shfrytëzoj me shezonet për klientët këtë sipërfaqe. Është një kontradikt shumë e madhe, një kërkesë e jashtëzakonshme e strukturave turistike që kërkojnë më shumë hapësirë se kanë më shumë klientelë. Nga ana tjetër, kemi shumë qytetarë që kërkojnë plazh publik. Po mundohemi të ruajmë raportet çdo 200 metra të kemi nga një hapësirë, po 200 metra. A kemi sot plazhe publike sot dhe sa kemi? Jemi në kontradikt të përditshme. I lejmë ndarke të nesër në mëngjes i gjejmë të ofruara. Policia bashkiake me 15 policie kemi në dinamik, në luftë të përditshme me subjektet, me gjoba. E kishim tarifën për 200 metra afro 100.000 lek në vit për 2 muaj, 1 milion lek të vjetra. Ja bëm 3 milion të vjetra, me arsyetimin që nuk do t'i merrni akoma më shumë kërkesë. Këtë kontradikt madhe e kemi dhe vazhdojmë, se plazhi është po ai, njerëzit të cilët vinë shufishohen çdo vit. Ne po mundohemi të japim hapësira edhe publikut në plazhe publike, por njëkohësisht edhe strukturave turistike. Kemi arritur. 8 vjet nuk e kemi bërë, do ta bëjmë në 4 vjet të ardhshëm. Jo, e kemi bërë. Por nuk e kemi bërë si duhet. E kemi bërë, por nuk e kemi bërë si duhet. Se nuk është një punë e thjeshtë. Dhe ne jemi realistë për vështirësitë që kemi dhe ja themi qytetarëve haptë se nuk duam t'i gënjejmë. Është puna më e vështirë që un kam si kryetar bashkie kur vjen problemi i sezonit turistik për të ndarë plazhet private me publike. Është puna më e vështirë. Dhe ka qenë një punë që 6 vite më parë, kur kërkoshim ndihmën e policisë shtetit, përkundër jo vetëm që nuk na ndihmonte, po i thoshte jepini këtyre të kuqve. Prandaj, kjo është një punë dinamike, një punë e përditshme jona dhe nuk është një problem aq i madh sa e bëni ju. Kalon në komunat e tjera të cilët i kanë patur demokratët. A është e njëjta situatë? Dhe unë e pranoj, sepse edhe kolegët e mi janë në të njëjtën vështirësi. Megjithatë, duhet të kesh dhe parasysh që plazhet publike janë shumë të vështira dhe për të mirëmbajtur. Kërkojnë pastrim, kërkojnë shërbim dhe kërkojnë cilësi. Dakor, ju për këtë bashkie. Ne kemi bërë punën tonë. Po tash kisha ardhur unë dhe kisha kërkuar. Ne kemi bërë punën tonë dhe njerëzit na kanë mbështetur, na kanë votuar. 2007-2011. Pyetja është kjo. Pak kënaqur me plazhet, nuk do të kishim votuar. Pyetja është kjo që kam unë. Sa për të përqind të plazheve që administron bashkia juaj janë plazhe publike? 40 me 6 vjet. Sot. Po. Këtë s'mund të ta mas do dhe më thëmë. Sot e ke 100% publik se s'ko një plazh. Kur të ngrohet koha... Flasim në kohën e sezonit. Në fakt që ka një problem me plazhet publike dhe ne shpresojmë vërtet që kushdo të zgjidhet në krye të Bashkisë së Durrësit ta zgjidh jo në kurrizë të qytetarëve, po ndoshta dhe jo. Pse ata që rinë për sezone, nuk janë qytetarë që janë ata? Po, paguajnë shumë fish. Po kërkojnë cilësi. Kërkojnë shërbim, kërkojnë cilësi. Po nëse ti do të kesh çadrën tënde shezllonë tu nuk i nxjerr. Ja, ke mundsi. Se nuk ka. E ke mundsi. Nuk ka vend. Po e ke mundsi badashi. Ke ardhur në plazhin Durrësit. Po sigurisht se nuk vi. Patjetër. Ke kërkuar dhe nuk e vën dot një çadër? Po nuk ka, nuk e marr, nuk mundohem. Me atë marr nga kontrata, të marr një pikë tjetër dhe ti them do të fillojë mbledhja e mbeturinave të diferencuara në qytet. Një projekt pilot e nisëm dështuam. Do jetë një s'ka filluar, po unë e di që në vendet e nisëm po dështuam tash. Nuk e keni bërë dhe këtë. Qytetarët nuk na e përgjigjur në këtë raport. Se më përgjigj qytetarë, faj qytetarëve. Faj qytetarë, kultura jonë nuk respektoshin. Vëm 3 kosha, ata në të njëni kosh, në gjitha. Nuk pati sukses. Kjo e lënë të fillë, se kjo do të më dhënë drejt për këta. Kjo është bashkëpunim, po çështja e lënë të fillit, edhe ky është një premtim i paralizuar nga raporti mjaftit. Ku janë plerat që nuk digjen në Shqipëri? Flasim për metropolin e Durrësit. Po metropol e Tiranës. Ku, qa bëhet? Në Tiranë nuk digjen. Qa bëhet? Po është bërë, është lënë të filli që është bërë. Po qa lënë të filli? I hidhin atje dhe mbajnë. Në dëgjot tani. Problemi është që gjithë jemi koshent dhe duhet ta dim buxhetet që kanë bashkitë, mundësitë që kanë bashkitë.
Landfillet janë një proces shumë i rëndësishëm për mjedisin dhe kusht i rëndësishëm për tyre në Evropë. Por duhet kemi parasysh që nëse një bashki, si Bashkia e Durrësit, do të ndërtojë një landfill. Nuk është problemi i financimit për ndërtuar një landfill. Problemi është i menaxhimit, sepse një kompani, një supermarket që të menaxhojë landfillin, minimumi kërkon 30 euro për një tonelat. Dhe bashkisë i duhen afro 3 milion euro në vit vetëm për menaxhimin e fushës së mbetjes urbane. A ke ndonjë plan për këtë apo jo? Se 8 vjet nuk e bëra asgjë për këtë. Tani ke ndonjë plan përpara se të zgjidhet? Po të pyes, nuk kam plan. Zoti Dako, nuk po flas për ju si përfaqësues politik, unë flas si gazetar. Se po të isha si politik. Ti mund të kërkosh që ta bashkinë ta bëjmë edhe me Flori, por janë mundësi. Kush do të problemin e meturinave? Ne bashkia apo jo? Jo, ne paraqesim një projekt, ne ka me qeverinë ka, dua t'ja shpjegoj. Po i tregojmë shumë i sinqert. Qeveria shqiptare ka marrë një vendim. Thjesht po pyes si gazetar. Ka vendosur në zonën e Manzës vendin për të ndërtuar një landfill. Ka nisur edhe një garë, në të cilën janë 2 kompani, akoma nuk ka përfunduar procesi. Por, edhe mbas përfundimit, fituesi kompania do vi, si përmarrësi, do kontaktoj me Bashkinë e Durrësit. Dhe do kërkoj financim për punën që do bëj. Ne sot nuk jemi në gjendje ta financojmë. Do rishikojmë vendimet tona, në qoftë se qeveria do të na mbështesi me grantin e transfertës pa kushtëzuar, me shumë para për të përballuar edhe landfillin, jemi totalisht dakord dhe do japim zgjidhje këtij problem. Në qoftë se qeveria nuk na mbështet në këtë drejtim, ne me paratë e Bashkisë së Durrësit nuk e ndërtojmë dhe nuk e mirëmbajmë dot këtë landfill. Pra nuk e përmirësojmë dot menaxhimin e fushës së mbetjes. Por jo se jemi pa alternativë. Presim përgjigje nga qeveria. Unë marr dhe zotohem për probleme që i zgjidh unë si kryetar bashkie nëpërmjet parave dhe financave të bashkisë. Nuk mund të marr përsipër probleme të cilat s'është realizuar thotë kjo. Po ta them arsyen dhe shkakun e mos realizimit, po ta them. Unë nuk po them që kam realizuar. Dakor, se nuk është kërkoj. Ajo është fakt, është atje. Po nuk është se digjen. Do ndërtohet kompleksi i sportiv i pishinave. Po ka filluar. Po ti do ndërtohet, më s'do ka filluar. Po ka filluar, më punimi është në proces ndërtimi. Po këtu thotë në 4 vite do ndërtohet tani. Vjen keq tani. Po ne jemi në vitin e 4, s'ka mbaruar mandatin, për 10 ditë mund mbaroj. Ka filluar pishinat, rikualifikimi, restaurimi i pishinës, duke kthyer atë në një pishinë olimpike për sportistët durrësak, për zhvilluar kampionate kombëtare, ndërkombëtare, të cilët kanë 20 vjet që nuk zhvillohen Durrës, kemi patur një traditë të shkëlqyer, vetëm për arsye sepse pishina nuk është me përmasat olimpike, nuk është me ujë tëmbël, po ka qenë me ujë deti, kemi ndërhyrë dhe po e bëjmë këtë rikualifikim. Do bëhet mandatin tjetër domosdoshmë. Jo, më ka nisur, është në ka nisur. Po do ndërtohet pra tani nëse do të me është duke u bërë replik me ju, po e them do të me duke thashu e thatë është e qartë. A ka që ndoshta do kalojë në një hapësirë publicitare, por për të përfunduar bilancin e kontratës tuaj me Durrësin, unë po e jap nëse nuk e keni përpara. A ka ndonjë pikë tjetër në këtë kontratë që ju nuk e keni realizuar, nëse mund të ndihmë edhe arsyet pse? Nuk e lexova kontratën kur më dha ti u një sy dhe sapo e pash ka 13 pika ne kemi. Ky është problemi që i bëni kontratat dhe pastaj nuk i zbaton. Jo, unë them që i kam tekalu kontratat. Me fjalë, ato 13 pika ne kemi realizuar 33. Pra s'ke realizuar këto ke për tjera. Ne kemi realizuar 2, kemi realizuar 33 tjera. Po s'ka 2 se më po qyteti Durrësi, qyteti i artit 4 vite e ardhshme. Po, pse s'është i artit? Po ku ishte i artit? Po 3 festivale ndërkombëtare, festival filmi, festival danci, festival dhome, ndërkombëtar. Kush i bën? Nuk din më Tirana, i ka 3 festivale. 3 festivale ndërkombëtare. Vepra skulpturësh, vepra ndërtuam galeri për artin, që se ka asnjë qytet ndërtuam galeri, hapësirë për artistët. Ç'a duhet më shumë? Jo, që duhet më shumë, Po mima, tani bashkia i ka që ka qenë realist ndërkohë. Mima ne po flasim që kemi realizuar, kemi një buxhet afro 150 milion lekë vjetra, që i kemi vetëm për projekte kulturore. Ose për shembull do përfundojnë të gjitha rrugët dytësore dhe terciale si sheshet e banimit, Aty mos u fare se jo terciale, dytëciale, por kemi bërë 10 ciale. Me fjalë s'kemi lënë vend pa. Nuk kemi lënë vend pa. Në Kënet aty është gjithë rrugë. Edhe Kënet, Në Kënet aty është kompletamente. Edhe për ne Durrësin e ri e kemi bërë tamam 3. 2 shkolla, 3 kopshte, 6 Edhe 2 shkolla, shkolla Isuf Puka është duke u bërë. Jo, është marrë financimi, kemi përfituar fondin në fillim të vitit, për procedurë presim tani. Pra gjitha janë duke u bërë? Po më janë duke u bërë, janë duke u realizuar. Ose kanë filluar e s'kan filluar. Shkollën e mesme në zonën e Durrësit Ri kemi bërë, shkollën
Baramcuri në plazh e kemi bërë, kjo është shkollë e tretë, kemi premtuar 2. Kopshtet e reja? Kopshet në shkollë kemi bërë, në zonën e Durrësit 3 është duke u bërë. Me ka proces Biblioteka e qytetit, muzeu i dëshmorëve. Muzeun, bibliotekën nuk e kemi bërë. E kemi bibliotekën, po donim të bënim një bibliotekë të re, të cilën e kemi planifikuar, por nuk e kemi bërë. Do të përfundoj rruga e re hyrëse dhe këtu po e marr një nga një dhe kështu përfundoj, do të përfundoj rruga e re hyrëse qytetit për gjatë muajit rrethues të portit këtë. Atë ka bërë. Ajo sa për 33 nga këto. E ka bërë atë, po s'ka bërë një 10 të tjera nga këto. Nga 10 më 2 dole që s'kishe bërë. Por po thotë që ka bërë 30 të tjera, nuk e di. 13 atje dhe kemi bërë gjitha. Po dakord, shkolla thatë do bëhet, kemi bërë. Jo, kemi bërë. Kompleksi pishinave do bëhet. E kemi kaluar shkolla, 2 shkolla kemi përfunduar, shkollën Baramcuri dhe shkollën e mesme në zonën e Ishkënetës në Durrës, janë të përfunduara 2. Ndërkohë po bëjnë të tretën, Kaculi dhe Jusuf Puka, edhe Ishkëneta. Jo të bëhet, ke marrë financimin sa. Po është marrë financimi, është bërë. Do bëhet mandatin tjetër. Jo, ka nisur. Për të vlerësuar punën tuaj, meqense ky është një moment kyç për të folur pastaj për atë që ju do bëni, ne duhet më shtepin disa, si thuash, gjykues që do t'i konsiderojmë të paanshëm, që është mjafti që unë nuk di në një organizat tjetër jo qeveritarit me, ose të kompozita, se ne nuk kemi as dursak, mjafti thotë që s'është bërë rruga paralel me munë e portit. Mjafti për shumë bën përshtypje që konsideron se gjysmën e premtime për Durrësin, për zhvillimin ekonomik, nuk e keni mbajtur. Nëse ju e hidhni poshtën, e jepni argumenta që nuk është e vërtetë. Për zhvillimin ekonomik. Nuk është e vërtetë. Për shembull, ngritja e importit turistik për qytetin. Ja përmend edhe Berisha, me juve ishte më duket që e përmendi këtë. Çfarë tha Berisha? Ngritja e importit turistik për qytetin që nuk është realizuar. Po s'mund të realizonte pra, se ne atje ku kishim planifikuar për të ndërtuar port turistik, qeveria Berisha ndërtoi port peshkimi. Tani aq është deti. E zuri me port peshkimi, nuk mund ndërtohet port turistik. Ne po shikojmë dhe kemi bërë projekt duke u nisur nga ky fakt tash, kemi ndryshuar projektin dhe kemi gjetur vendin, pozicionin dhe idenë ton, kemi projektuar të ardhmen se ku do ta ndërtojmë portin turistik. Për zhvillimin ekonomik të Durrësit, se ne mendojmë që Durrësi zhvillimi ekonomik kemi bërë juve me këtë. Ja, ky është Durrësi që do të bëhet. Shikon këtë Durrësin, ky është Durrësi që do të bëhet. Atë që do bëhet, po flas për bilancin e tanishëm. Për një menaxher publik, siç jeni ju, i një qyteti shumë të rëndësishëm si Durrësi, sa mendoni ju se duhet, sa vite, sa kohë duhen për të bërë një projekt? Sa kohë? Varet çfarë lloj projekti. Për të qeverisur qytetin, sa mendoni ju se është e mjaftueshme për të bërë? Po pse ti mendon që do rish 20 vjet kryetar bashkie? Mbasi mos jemi kryetar bashkie, nuk do ketë më mbas? Si mendon ti? Më fal, unë të respektoj ty shumë si kryetar bashkie. Jo, edhe 4 vjet, 86 vjet. Jeta vazhdon, nuk mbaron kur, gjithmonë do ketë kryetar bashkie. Dhe ju, domethënë kur punët nuk mbaron kur. Edhe një, kur e keni fituar ju mandatin në vitin 2004, domethënë ka qenë një nivel i ri politik edhe në mandatin e parë në 2007, ka qenë një nivel i ri menaxherial edhe një nivel i ri politik për Durrësin. Më po them tani pas 8 vitesh, çfarë mund bëni ju më? Kërse, që do të rizgjitesh është normale, është ambicie që do një ju të rizgjiteni prapë këtë bashkie, të mbarojt lutem. Është fare ambicie normale që ju të vazhdoni dhe të kërkoni votën e qytetarëve. Problemi është çfarë mund të bëni më, kur s'keni bërë në 8 vjet. Unë mendoj që 8 vjet janë shumë. 8 vjet janë shumë për të realizuar një projekt për një qytet të rëndësishëm si Durrësi. Dhe ka të jep dhe mundësinë me qyteti i madh, të jep mundësinë për taksa, ke pas 2 vjet qeverinë tënde tani, etj. Pra, kjo çështja. Një përgjigje nga Zotidako do pas hapësi bursitare. Çfarë kemi bërë janë dëshmimtar qytetarët e Durrësit, të cilët i shikojnë me sy për ditë transformimet e mëdha që kanë ndodhur në atë qytet, duke nisur nga përmirësimi i cilësisë jetës në zona periferike dhe ato ndërtime dhe ato sheshe publike që t'i tregova pak më parë, të cilët janë realizuar. Këto nuk duken. Këtë model. Gjëra që nuk duken. Duket ajo që duket tash betonizimi i Bregdetit. Fakti që uji Durrësit është afole më lë të përgjigje. Dhe po them, dëshmimtar të transformimeve dhe të punës të mëdha që unë kam realizuar me administratën që ndërtoj për 8 vite janë qytetarët e Durrësit, të cilët e shohin dhe e prekin për ditë. Të kthehen çdo njëri 8 vite më parë dhe do të shikojë përmirësim cilësitë të jetës ku do banon. Po kur thoni cilësia e jetës, çfarë keni parasysh? Do të thotë rrugë të asfaltuara, trotuare, pemë, ndriçim, hapësira publike, sheshe, çdo gjë në cilët është jashtë shtëpisë së tyre, është më e mirë se çka qenë 8 vite më parë. Uji është problem, pastrimi është problem. E shikoj këtë nga komentet e televizionit më parë. Tani do më lësh të flas apo betonizimi. Do më lësh të flas. Pra,
transformime të mëdha të jetës së qytetarëve. Dhe këtë i kemi bërë për këto 8 vite. Ndërkohë projekti jo nuk përfundon këtu. E du më shumë këtë qytet, jam i lidhur aq shumë me atë qytet, kam familjen, shtëpinë, punën, bizneset, çdo gjë me atë qytet. Është pjesë e gjakut tim, mund visha të jetosh edhe këtu në Tiranë, nuk e kam bërë atë, sepse një minutë, e dua atë qytet. Me që të këtë vajgjosh ti do ta duash prapë edhe kam projekte. Keno një ide që kur mendon ti. Shko tha që kam bizneset, a nuk keni pak në konflikt interesi? Të vazhdoj një... Me këtë të thotë që do të dush gjithmonë, e dua dhe kam projekte për ta transformuar akoma tepër këtë qytet. Dhe aq më tepër këtë përvojë që kam tashmë, dua ta hedh në zonat e reja që janë bashkëngjitur me Bashkisë Durrësit, që janë një potencial i paparë zhvillimi ekonomik qëndrueshëm për qytetin e Durrësit. Dhe ndoshta për gjithë Shqipërinë, jo vetëm për Durrësin. Do vazhdojmë me këtë temë, ku e bazon zoti Dako synimin e tij për të marrë një mandat të tretë, cilat janë arritjet, por mbi të gjitha cila është projekti i tij për 4 vitet e ardhshme në Durrës. Kalojmë në hapësirë publicitare dhe rikthehemi. Rikthehemi në studion e hapur nderuar televizionist. Në fakt debati edhe gjatë kohës së publicitetit ishte mjaft i fortë. Ne jemi në një transmetim live. Unë vazhdoj t'ju ftoj të shkruani në faqen tonë të Facebookut Eni Vasili studio e hapur. Janë të shumta komente dhe pyetje dhe unë do doja që në fillim të pjesës së dytë ta ngacmoja disi zotin Dako pikërisht me shqetësimet e qytetarëve të Durrësit. Janë disa qytetarë, Pullumbalushi, Paplekaj, Manuku etj. Që flasim për mbeturinat e Porto Romanos. Në Porto Romano bëhet nami nga mbeturinat, ato groposën mbeturinat e Porto Romanos që përmbysin ajrin e ambientit që po na rrethon etj. Dakor, ne folëm pak më parë për fushën e mbeturinave. Është problem, kemi një projekt për mbylljen e kësaj fushe, e cila të kthehet në një kodër, të mbillet me barë, me jeshil dhe mos funksionojë më dhe të kalojmë tek impianti të cilën duam ta çojmë në Mancë. Është projekti 4 vite që vjen. Deri tani nuk mund të me ju lutem pyeteni zotin Dako, është nga një qytetar me emrin Dalipi, për pallatin gjigant e ish Lulishte 1 Maj, i cili po ndërtohet tani, që ka qenë bukuria e Durrësit. Ka patur relacione të një arkeologu që aty nuk duhet ndërtuar. A është e vërtet kjo? Jo. Të shpjegoj edhe një herë. Të gjithë lejet në zonat arkeologjike i jep Instituti i Monumentet të Kulturës, i cili mbas si bashkia jep lejen e sheshit ndërtimit, ata japin leje për gërmim arkeologjik, me supervizorët e tyre e kontrollojnë dhe në fund vendosin. Në qoftë se ka monument e spostojnë, në qoftë se duan ta ruajnë aty, e ruajnë. Në rastet, në fjalë, ata kanë dhënë leje për vazhdim punimesh dhe janë ata. Ju keni qenë dakord me këtë leje? Ju shqetëson fakti që po ndërtohet në një zonë të rëndësishme të Durrësit? Mu nuk më shqetëson fakti që ndërtohet në një zonë kur specialist të Institutit Monumenteve, njerëz të specializuar, doktora, shkencash, mësues, profesor, kanë dhënë leje ku thonë ne lejojmë vazhdimin e punimeve dhe bashkia pastaj jep leje për ndërtim. Kjo është normale në një vend. Dhe po ta them në një herë, qyteti do zhvillohet mbi shtresa. Në gjithë botën, edhe ku në Rom, ku është Koloseu, 100 metra më tutje a ke pallat, ke një Rom të tërë. Edhe në Durrës, para se të vinte Vangjushi kryetar. Po Koloseun e shijojmë pas një pengesë përpara, 100 metra nuk e di, po 50 metra përballë, nuk e ndërtim Koloseun ti. Po jo, 50 metra jo. Po 50 metra përballë, nuk ka të ndan. Ka rrugë. Fshiu Duçi atë gjithë ato po. Duçi e fshiu. Po se ju nuk mirë Durrësi se njihke, po edhe Romën se njihke. Ti tash 50 metra përballë, 50 metra përballë përveç rrugës ke ndërtime. Por një qytet me 18000 banor, që është vend për amfiteatrin e Durrësit, tregon që në kohën romake Durrësi mund të ketë qenë minimumi 18000 banor, sepse ka 18000 poste. Dhe këta 18000 banor kanë jetuar për rreth këtij amfiteatri. Dhe ne jemi koshent që ka gjurmë, jo vetëm të kohës romake, por edhe helenistike në qytetin e Durrësit. Janë specialistët ata që i ruajnë. Dhe po e përsëris edhe një herë, qyteti është zhvilluar mbi shtresa, është ndërtuar që në vitet 30, në 40, 70 e deri në ditët e sotme. Aty është ndërtuar, aty ku ka qenë Durrësi 2400 vite më parë, aty është ndërtuar Pallati i Kulturës, aty është ndërtuar bashkia, aty është ndërtuar prefektura, aty janë bërë edhe sot pallate. Është një problem, një dinamik, një kontradikt e përreshme. O nuk do të lejonim, do të nxirrim gjithë qytetin që nuk e kemi patur këtë luks, që të paratan dhe jo më në sot, ose do të ruajnë me profesionistë.
Ne jemi munduar të arrijmë profesionistë duke... Marrim të foton këtu, dhe shojmë ndërtesat e ndërtimit e Okej, regjia ta kaloj edhe për është një foto lutem të kem simetri sepse na ndihmojnë. Jo, shikoj. Nuk po ta akuzoj. Jo, s'ka problem. Nuk po ta akuzoj fare, nuk po bëj akuzë. Problem, unë jam i hapur. Po bëj akuzë, më po pyes. Po them që vizioni juaj këto 8 vjet ka qenë me ndërtesa të larta. Ku ka ndërtuar të larta? Më nxirr një. Po shikoj. Po më nuk shikoj. Po se më asnjë nga ato që shikon aty s'është le Vangjur Dakut. Asnjë. Kjo aty, është ajo aty. Ajo aty, shikoj. Nuk është e Vangjur Dakut asnjë. S'është ajo asnjë. Ai mund të thotë kush më? Një sekond. Do ta rikthej edhe një herë se ka një montazh të nuk është asnjë, nuk e di mbrapa për këtë çaflet. Atë edhe një herë për në full screen. Ma nxirr dhe ta shikoj. Po, edhe një herë në full screen, po kjo është amfiteatri. Nuk është e Vangjur Dakut, nuk është. Ky është një pallat që është ndërtuar në vitin 2003-2002. Është pallati Krah Bashkisë i ndërtuar. Unë nuk ta akuzova. Po më gjë, nëse do të më akuzosh. Po them, shikoj, unë ta jap përgjigjen. Po asnjë nga këto. Unë ta jap përgjigjen pa e pamër. Asnjë nga ato pallate që ti thu nuk është dhënë leje ndërtimi nga Vangjur Daku. Asnjë nga ato. Atëherë, do vizioni juaj për qytetin, është një vizion me ndërtesa të larta? Jo. Cili është vizioni? Jo. Durrësi ka një plan rregullues të miratuar në vitin 2011, në cilin kemi përcaktuar një densitet shumë herë më të ulët se gjithë Tirana. Intensiteti më i lartë i ndërtimit Durrës është 3. Ka zona me 0, ka me 0,5, ka me 1. Më i larti, më e keqja është 3 intensitetin. Kërkon Tiranë, qendër Tiranës e ketë miratuar me 5 e me 6. Ne kemi intensitetin më të ulët. Ndërkohë po të me gjanë, në vitin 2007, në qendrën historike të qytetit është miratuar një studim në cilin nuk lejon mbi 6 kate. Dhe nga 2007 që unë jam kryetar bashkie, në gjithë zonën historike të qytetit nuk është dhënë asnjë leje ndërtimi mbi 6 kate. Pra, ideja juaj është për një, të lutem, më lejoni të vazhdoj. Ju lutem, më lejoni, sepse në pjesën e fundit të emisionit kemi akoma shumë minuta, do të flasim për projektin e ardhshëm. Jo, okej, ju vot gati. Ka një mit që edhe Berti bile pas ka qenë viktimë e hershme e këtij miti, që ju jeni menaxher i mirë. Një menaxher i mirë është ai që o grumbullon shumë të ardhura dhe i përdor me ekonomicitet, ose ai që ka sukses në biznesin e vet personal, është menaxher i mirë, po diskutojmë. Dakor, jo, dhe si menaxher publik. Ju, do të thënë, cilat janë disa elementë, keni mbledhur më shumë, se nuk thet përgjigjen. Keni mbledhur më shumë të ardhura nga taksat, pavarësisht se siç thatë taksa në pasurinë pranë lejet e ndërtimit ka rënë, ai 3%. Pra keni mbledhur më shumë, keni thitur fonde nga donatorët. Ku buron ky suksesi juaj, kupton që për gjithë të punë publike që thoni që janë të papara, që nuk janë bërë ndonjëherë, janë më shumë se paraardhësi juaj. Çdo vit të ardhurat e Bashkisë Durrësit kanë qenë në rritje. Dhe pavarësisht se lejet e ndërtimit u bllokuan dhe ne nuk kemi marrë ato pritshmëri nga lejet e ndërtimit. Sa është përqindja në raport me planifikimin? Kur ju planifikoni buxhetin, sa mblidhni raportin? Në raport me vitin 2007 ku kemi filluar, po them 50% më tepër taksa kemi mbledhur. Taksa nga biznesi i vogël, taksa nga pasuria, taksa nga popullata, që janë të drejt për drejt taksa që mbledhen nga ne, kanë ardhur çdo vit në rritje. Taksa nga ndërtimet e reja ka ardhur në ulje, për arsyet që unë shpjegova më lart. Ndërkohë, i kemi dhënë prioritet dhe kemi qenë një hap përpara duke financuar projekte, sepse e dinim që do vinte një qeveri e cila do të ishte jo miqësore, po do të ishte realiste, dhe ne kemi qenë përgatitur me projekte konkrete, sepse për 6 vite këto projekte kanë fletur në zyrtar dhe ne nga fondi i zhvillimit të rajoneve 6 vite e kaluar kemi marrë vetëm 1.6 milion dollar, pra projektet tona kanë ngel zyrtar. Ne e kuptuam këtë strategji të opozitës sotme, që ishe mazhoranca atëre, dhe menduam më mirë të jedhim parat për projekte, që t'i kemi gati kur të vijë qeveria e Edi Ramës, për të na mbështetur me këto projekte. Dhe fondi i zhvillimit të rajoneve ishte i gatshëm të financonte projektet tona, sepse ishin projekte shumë të avancuara, shumë të mira dhe detyrimisht duheshin financuar. Ndërkohë, kemi marrë financime edhe nga donatorët tuaj. Mirë këtë që po thoni. Ju thoni që me qeverinë Berisha ju e dini që ai s'do i jep të fonde, apo jo? Jo, e provuam ne. Okej, e provuat. Dhe ju u përqendruat në çfarë? Në hartim projekte? Hartim projektesh.
realizuan projekte të cilat ishim të gatshëm sepse qeveria era në hartim. Në hartim projekte. Hartim projekte. Tani kemi shumë projekte, na duhen para për këto projekte me pak fjalë. Okej, ne kemi pyetur edhe kemi menaxhu dhe kemi rritur të ardhurat e bashkisë nga taksat e biznesit vogël, nga taksa e pasurisë, nga tatimet. Kemi shtuar bazën e tatim paguesve me 50%. Po çfarë thonë qytetarët e Durrësit? Ndjekim Vox Popet tona. Infrastruktura, rruga Suk-Manës, edhe një sërë probleme shtira në bujqësitën. Papunësia është problemi më i madh. Punësimi për shumë është zero. Pastërtia zero. Edhe asfaltimet e gjitha vetëm kohë fushatësh bëhen. Ke Volga dhe është hap një grop pallati aty ka 15-20 vjet, edhe s'vjen njëri me mush. Kanë ardhur tash, kanë pastruar leshterikun e plazhit dhe me leshterik plazhit të mushet ajo. Mu para shkollës italiane. Ndryshim dua punësim. Kushdo subjekt që ta marri, ndesh i majtë, ndesh i djathtë, qik dorë për punësimin. Problemi më i madh në Durrësin me sa e konceptoj unë është çështja e infrastrukturës, këtu do të ketë më shumë gjelbrim, më shumë parqe, më shumë vende për pushimën. Ke gjelbërim se beton gjani është bërë shumë bukur, po gjelbrimi mungon. Papunësia është goxha problemi i madh. Të paktën në qytetin e Durrësit, shumë të rinj po më shumë rinë rrugëve se sa mund të gjenë një punë. Higjiena me qytetit është problem. Në përlagje njerë plerat janë në rrugëve, kështu që kjo është kryesorja. Këto ishin opinionet e marrë nga korespondentja jonë në Durrës, nga gazetarja e Newsit, ndërkohë që vazhdojnë komentet e teleshikuesve, qytetarëve Durrësit që flasin edhe për problematika shumë të mëdha për ujërat e zeza, përfundojmë në spital, më thot një qytetare. Kishte diçka në lidhje me këtë gjë apo bëjmë një ndërhyrje? Nga gjithë çka keni thënë ju këtu, po edhe nga ballafaqimi i asaj kontratës së re etj. Ju flisni kryesisht për zhvillime infrastrukturore, për projekte infrastrukturore, ndërkohë që bashkia ka rol të rëndësishëm edhe si aktor social. Natyrisht ka një mashtrim të madh, domethënë që flitet se bashkia dhe mund të krijojë vende pune etj, por gjithsesi si aktor social. Edhe nga raporti mjaftit, ju rezulton që ju keni mos realizime. Edhe nga disa, se ju flisit cilësinë e jetës dhe na shpjeguat konceptin tuaj për cilësinë e jetës. Po bashkia si aktor social, dhe me që jep ndihmë sociale, apo këtë se çfarë. Po, keni përduar 217 apartamente? Po, i kemi realizuar, kemi ndarë 126, janë në proces 127, janë në proces 88. 128 apartamente në proces ndërtimi, thoni, si janë ndërtuar akoma? Janë në përfundime sipër. 88 nuk kanë nisur, janë në proces të nderimit. Këto i lexuam tje. Pra këto janë, keni bilanc me fjalë. Kemi bilanc. Kemi ndërtuar qendër komunitare për komunitetin rom. Në ndihmë të gjithë komunitetit rom. Kemi një fond të veçantë afro 30 milion lek, të cilët e ndajmë për familjet në nevojë. Kemi ndërtuar zyrë për barazinë gjinore. Jemi zyra e parë Shqipëri për barazinë gjinore. Kemi ndërtuar një sektor brenda probleme sociale për mbrojtjen e fëmijëve të rrugës. Kemi një qendër ditore për gjithë pleqët e moshuar me 156 pleq, të cilët marrin shërbim nga Bashkia e Durrësit, financohet totalisht. Nga ana tjetër kemi 3 qendra rezidenciale, 2 nga të cilat financohen totalisht nga Bashkia e Durrësit për fëmijët jetim. Dhe në qendrën e tretë jemi në bashkëpunim. Jemi në këto momente duke ndërtuar një qendër për fëmijët me aftësi të kufizuar. Dhe të gjitha këto janë projekte të drejtë për drejta sociale. Kemi dhënë banesa kredi me interes zero në bashkëpunim me qeverinë për gjithë familjet në nevojë. Këto janë disa nga projektet konkrete sociale që ne kemi realizuar dhe angazhohemi dhe zotohemi që ky mandat do jetë dy herë më shumë, do të bëjmë për mbrojtjen e gjithë qytetarëve që janë në nevojë. 2 herë më shumë çfarë do thotë? Do destinoni 2 herë më shumë fonde? Patjetër, 2 herë më shumë fonde. Nga fonde bashkiake, donatorësh? Nga fonde bashkiake, nga donatorët, ne do ndërtojmë në të gjitha njësitë e reja që do i bashkëngjiten Durrësit. Në Suk, në Mancë, në Ishëm, Katunin, Rashbull, qendra sociale në ndihmë të familjeve dhe personave në nevojë, sepse nga kjo fushat kemi mësuar akoma më shumë që në këtë zona ka më tepër nevojë. Reklamari, por ndërkohë do doja të përgjigje, nuk e di, për pusetat, ujrat e zeza. Shiko, si gjithmonë do flasim nëse zoti Dako mund të di më mirë çështjet e bashkisë ka 8 vjet që lokale që i diskutohen etj. Ajo që
ajo që më bie mua në sy është kjo, që të flasim në parime, është fakti që zoti Dako thotë që do investojmë për të varfrit qendra komunitare e tjerë. Pra nga fondet e bashkisë. I kemi të realizuar këto që thashë? Edhe të reja. Unë mendoj që, në konceptin tim, unë mendoj që ajo që jep zhvillim më tepër qytetit është sa hapësirë jep biznesit potencialeve historike dhe potencialeve reale zhvilluese të qytetit. Dhe, domethënë, potenciali më të madh Durrësi e ka në turizëm. Por sot, zoti Dako, juve jeni i qartë, besoj, ndoshta nuk mund ta pranoni që Durrësi nuk është më një destinacion turistik, as për brenda Shqipërisë. Vinë kosovarët për arsye të tjera që ne dimë. Pyetje se bën shumë konstatime. Pyetje. Jo, unë do bëj konstatime se për këtë punë jam. Do bëj edhe konstatime, patjetër. Do konstatime, qëse ka rëndoj, shumë ka thënë drejtuesi i emisionit, që bëj edhe konstatime. Sigurisht, kemi ftuar opinionistë. Sepse pastaj i bie që do të shkojmë shumë bien me fol konstatimi jo se unë. Dakor, atëherë, nëse kjo është një bisedë elektorale që të shpall në një program, është çështje tjetër. Pra sot Durrësi nuk është një destinacion turistik. Për të jemi të ndershëm, zoti Dako ka dhënë konsensusin për të gjithë të ftuarit, kështu që nuk ka asnjë lloj konfliktualiteti në këtë gjë. Edhe për mua nuk ka asnjë problem kjo gjë, po thash do bëjmë konstatime sepse nuk ka sens. Më zgjat shumë. Pra logjika është patjetër. Konstatime bë. Ta shikosh sa i zgjat ti, po është më vetë. Po unë kam për punë, ndërsa ti. Jo, edhe unë punë kam. Jo konstatim, punë kam. Sot e ke për pyetje, atje ku shkruan te gazeta konstato. Jo, kam marrë për punë këtu. Është punë kjo që ne presupozoj që në profesion publik. Po, nëse ju s'na tjetër çështje pastaj. Pra, Durrësi sot nuk është një destinacion turistik. Për shkak të atij lloj zhvillimi kaotik që ka marrë Bregdeti, që e thashë edhe çfarë, betonizimi i Bregdetit, edhe gjithë problematika e kësaj çështje. Pra, nëse në 8 vjet kjo gjë ka ardhur duke u degraduar, pjesa e biznesit turistik që është potenciali, them, sipas meje më i madh i zhvillimit të zonës. Ka portën aty, është turizmi. Turizmi është nga kryesori. Atëherë nëse nuk është bërë kjo për 8 vjet, si do bëhet për më pas? Çfarë projekti ka për më pas? Konstatimi juaj është totalisht i gabuar. Durrësi ka qenë, është dhe do të mbetet destinacioni turistik më i madh i vendit. Për dy arsye, për arsye të detit dhe për arsye të trashëgimisë kulturore. Në Durrës numri i turistëve nga viti në vit ka rritje. Dhe po të them, sot për muajin korrik dhe gusht, të gjithë strukturat, pra të gjitha hotelet në Durrës nuk kanë vende, janë për natyra 100%. Pra kjo tregon fluks shumë të madh turistik në Durrës. Pra konstatimi juaj është i gabuar. Ndërkohë, projekti jon. Ta dëgjojnë njerëzit për këtë gjë. Po ta dëgjojnë, po. E din gjithë që si është Durrësi, kështu që. Unë them, nuk je, nëse ty nuk pëlqen Durrësi është problem tjetër. Pushuesit janë ata që e vlerësojnë. Dhe sot po ta them edhe një herë që në Durrës po pëlqen, me të drejtë. Po ty nuk pëlqen. Ke nivel më të lartë, ka disa njerëz tjerë. Nëse i pëlqen Enit apo mentorit. Mi më tik, janë ndarë stresat e shoqërisë. Ty të pëlqen Dhërmiu, ati që vjen nga Maqedonia, nga Kosova, i pëlqen. Në ujëra zeza këtë nuk e fshehim dot. Durrësi, tash ta jam përgjigjen. Durrësi ka qenë është dhe do të mbetë destinacion turistik. Ndërkohë, po përmirësojmë për ditë turizmin Durrës. Konkretisht, me qenë se hapi, sot unë ju garantoj, fal investimit të Bankës Botërore, të nisur që në vitin 2005, ka përfunduar kolektori i mbledhjes të gjithë ujrave të zeza që derdhesh në det. Sot, nga Plepa deri në zonën e Agipit, nuk ka asnjë derdhje të ujrave të zeza në det. Këtë, më dëgjoj tash, unë këtë e them me bindje dhe nuk ka marrë këtu për të gënjur. Dhe po ta them, nuk e ka bërë Bashkia, është bërë me financim të Bankës Botërore, i nisur projekti që 2005. Ka përfunduar dhe ne kemi një impjant të trajtimit të ujrave të zeza më të mirë në Shqipëri, të cilën e financojmë totalisht me Bashkinë e Durrësit, me ndërmarrjen e ujësisë. Nuk derdhen ujrat e zeza në det. Asnjë ujë i zi nuk derdhet në det. Ky është lajm shumë i mirë që se s'ndodh më, se ka ndodhur deri vjet. Ka ndodhur, por nuk ndodh më. Deri këto 8 vjet mandati tuaj ka ndodhur. Ka ndodhur, dhe po ta them edhe një herë, që nuk dua që të mburem, është financimi i Bankës Botërore, po mbrojt Durrësi në këtë rast. Nuk po them që e kam bërë unë. Nga ana tjetër, kemi 41 kilometër vijë bregdetare me Bashkinë e Durrësit, kemi potencialin më të madh zhvillimit për resorte turistike me struktura të mëdha me kapacitete. Dhe kjo është zona e Mallaj dhe e Gjirit Larzit. Një vend i mrekullueshëm, jo vetëm për plazh, por afër Tiranës dhe mbi gjithë afër aeroportit. Ku ai kryetari i Larzit? Pra mundësi ideale vajtur edhe atje për ta hapur atë sezonin turistik. Për të zhvilluar turizmin. Mundësi ideale për zhvilluar turizmin. Ju keni ndryshuar koncept tani dhe thoni që do jetë me resorte, jo me në atë zonë.
atë zonë do të zhvillojmë me resorte turistike, me struktura 2.000 mashtretërish, 3.000, në cilët kemi mundësi që të vinë turistë dhe vizitorë, sepse ne kemi probleme që nuk kemi strukturat mëdha. Pra jo më pallate në Bregdetit. Jo më pallate, më tash po flasim për turizëm, po flasim për hotele turistike, për resorte. Jo më për pallate dhe hotele të vogla. Me biznesin familjar nuk ka të ardhme. Mund të rritësh ekonominë e shtëpisë, por nuk ke perspektivë. Ne po mendojmë për perspektivën. Dhe kemi përcaktuar turizmin si prioritet. Dhe Durrësi është vend turistik. Në zonën Gjirlazit tash resorte turistike, në zonën qendrore të qytetit. Gjirlazit kanë ngelur se s'ka pas ndërtime aty. Në zonën veriore të qytetit e kemi ruajtur të gjithë zonën e kalmit të Virgjër për ndërtuar ekoturizmin, pra me resorte që t'jenë gjatë gjithë vitit. Pra se s'është ndërtuar, pra, apo jo? E kemi ruajtur. Po Gjirlazit se keni pasur ju? Jo, zonën e kalmit. Po dakord. Një zonë bregdetare 3 kilometra nga qendra e qytetit, nga bashkia, e kemi ruajtur të Virgjë komplet. Dhe kemi ruajtur administrata jonë ku nuk kemi dhënë asnjë leje ndërtimi dhe nuk kemi bërë asnjë gjë për të ruajtur për të ardhmen e brezave tanë. Kemi përcaktuar pozicion për zhvillimin e portit turistik si një mundësi, si një promotor i rritjes së turizmit dhe të ekonomisë lokale, dhe nga ana tjetër kërkojmë të zhvillojmë edhe agroturizmin në zonat kodrinore të Ishmit, të Mancës. Pra jemi shumë të qartë se ku do shkojë Durrësi në këto vite të ardhshme për sa i përket turizmit, sepse ne shikojmë tokën, detin si mundësit më të mëdha për zhvillimin ekonomik. Dhe, po ta them, e gjithë kjo reformë territoriale që u bë vetëm për këtë arsye tim. Kryeministri dhe parlamenti që votuan kanë patur një ide të zhvillojmë ekonominë e Shqipërisë, sepse nuk ka më zhvillim me këtë mënyrë që kemi drejtuar deri më sot. Me këto territore, një kryetar bashkie mund të shpalosi projekte dhe një vizion për zhvillimin ekonomik të rajonit vetë. Dhe rajoni Durrësit është mushkëria e dytë e Shqipërisë dhe është një vend i cili të jep hapësirë për një kryetar të ri për të zhvilluar. E fundi kjo, në territoret që ju keni pasur tani, ka qenë modeli ndryshëm zhvillimi. Jo, e ke gabim, territoret që ne kemi menaxhuar, sot kemi 10 herë më shumë territore dhe hapësira, vizioni për një kryetar. Në territoret që keni pasur deri në sot s'keni pas të vizion, keni pasur. Jo, vizioni vjen gjithmonë në raport me situatën, me kohën dhe me mundësitë. Dhe këtë raport për shfrytëzojmë tani. Tani jemi kryetar për herë të parë. Në gjithë këtë mundësi kemi kaluar fazën që një kryetar bashkie të ndërtojë një kanal apo një rrugë. Sot atë ne e quajmë punë normale të administratës tonë, të ndërmarrjeve komunale, ndërmarrjeve shërbimeve. Sot kryetari i bashkisë i është dhënë mundësia të zhvillojë një vizione ku do ta çojë qytetin për 15 vite të ardhshme. Nuk bëhet më fjala për të bërë një rrugë. Një rrugë ne kemi zgjidhur këtë problem, më të bëjë një trotuar. Sot ne kemi përcaktuar qytetin ku do shkojë. Dhe jemi shumë të ndërgjegjshëm për shfrytëzimin e pasurive që kemi. Ne nuk kemi as naftë, as miniera. Ne kemi tokë për ndërtim, që kemi përcaktuar një zonë industriale më të madhe në Shqipëri, 480 hektar në zonën e Spitalës për ndërtimin e një zone të lirë ekonomike së bashku me qeverinë, e cila ka nisur një garë për njerë. Për të cilën në mënyrë të detajuar. Në momentin që do të realizohet ky investim, jo vende punë në Durrës, por nga gjithë Shqipëria do të vinë Durrës dhe nuk do të ketë vende pune. Ky është nga projekti nga ana tjetër kemi të përcaktuar për bujqësinë. Kemi parë mundësinë e tokës pjellore që ka Durrësi, janë toka shumë të pasura, të cilët do t'i orientojmë dhe do të punojmë për t'i orientuar të gjithë fermerët drejt serave, drejt perimeve bio, për të patur një konkurrencë. Në një nga këto projekte, do kalojmë në një hapësirë publicitare. Do kalojmë në një hapësirë publicitare, ju lutem, e kam taksative. Kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi në studio. Rikthehemi në studion e hapur edhe gjatë hapësirës publicitare, të jeni sigurt ndërkohë që shikojës ka patur një debat po kaq të nxehtë në këtë studio, me sa duket. Nxit vetë debatin kryetare. Me sa duket do të vazhdojë të jetë kështu, po nxitësi i debatit është edhe vetë zoti Dako, i cili me sa duket nuk mërzitet edhe nga debatet me gazetarët në studio. Po ti që është shërbëtor publik, s'ka pse të mërzitet për këtë punë është. Po normal. Për të dhënë llogari. Normal. Do të vazhdojmë tani debatin ton. Faleminderit një herë qytetarëve të Durrësit, po edhe gjithë Shqipërisë që shkruajnë dhe kanë një sensibilitet kaq shumë të madh në faqen tonë të Facebookut me komentet e tyre, me pyetjet e tyre për një qytet dhe një bashki shumë të rëndësishme siç është ajo e Durrësit. Unë juftoj të vazhdoni të na shkruani nderuar televizionistët, disa prej pyetjeve tuaja do t'ia bëjmë zotit Dako në fund të emisionit, ndërkaq do të vazhdojmë të flasim për Durrësin e së ardhmes. Më kanë ardhur disa pyetje nga Forumi i Trashëgimisë Kulturore, nuk e di a e njihni si forum, është një bashkim vullnetar
gazetarësh, këngëtarësh, artistësh, të cilët na kanë dërguar disa pyetje, ndoshta në fund të emisionit do kemi mundësi të vazhdojmë. Atëherë, a mund të flasim për Durrësin e së ardhmes, urdhëron Zako? Në fakt, ndarja territoriale u realizua vonë, dhe ajo që është për mua lloj çudie është fakti se si në gjithë fushatën përgjithësi nuk është duke folur për vizione integrale. Domethënë, për vizione që integrojnë zhvillimin e atyre njësive tradicionale, ta zëm të Durrësit si qytet, si bashki, me atë të njësive tjera që tani janë pjesë e Durrësit të ri. Është një problem ky në fakt për gjithë njësitë. E tani unë them si keni, domethënë, cili është vizioni juaj për ta integruar Durrësin me këtë pjesë? Filluat thoshi diçka, lexova disa materiale, të cilat ju thoni për shembull, problemi më i madh janë kanalet kulluese. Do pastrojmë 220 kilometra. Me çfarë fonde do ta bëni? Nuk ka në fonde. Me fonde bashkiake, me fonde bashkiake. A ka gjë lehtë është kjo për të bërë? Nuk është e vështirë, për 4 vite është e realizueshme. Me llogaritjet tona është e realizueshme. Pra si e shihni ju, domethënë keni një për zhvillimin urbanik. Nuk keni patur fonde, nuk keni patur projekte. Jo, po janë njësi të tjera ato, se po flasim që bashkisë Durrësit janë bashkangjitur tashmë 5 njësi të reja që kanë qenë, të cilët kemi gjetur një infrastrukturë shumë të rënduar, por nga ana tjetër kemi gjetur një potencial të madh zhvillimi. Dhe kur e nisam lart, thash që bujqësia, pra toka, është mundësia më e madhe për zhvillim ekonomik. Tokat e rajonit të Durrësit janë toka shumë pjellore dhe japin mundësi fermerëve tanë për të rritur ekonominë lokale. Dhe ne kemi një plan të mirëfillt për bujqësinë, duke filluar nga pastrimi i kanaleve, kulluese dhe vadice, dhe vënia në punë e rezervuare. Janë 18 rezervuare të cilat nuk funksionojnë Durrës dhe gjithë këto kanale të cilat nuk funksionojnë. Këto i ka premtuar Rama një 2013 një sekondë pritash po më leva ta mbaroj tani. Këto i ka premtuar Rama me sistemin, ma dëgjoj tash, me sistemin mbas 21 qershorit, kanalet kulluese do të vinë në administrim të bashkisë dhe ne kemi për detyrë dhe të i vëjmë në funksion këto kanale. Po sikur të vinë pas 8 viteve, po sikur të vinë pas 8 viteve të më thuash prapë që s'e kam bërë. Çfarë bëhet pastaj? Po kjo është, po se un kam një gjë që s'e ka bërë. Më bëri një pyetje, po jap vizionin tim për zhvillimin e zonave. Dhe bujqësia, nuk mund të presim më bujqësia ditët kur bie shing me syt nga Zoti. Pra duhen rezervuaret të jenë funksional. Dhe duhet funksional tani ato, çfarë ka ndodhur? Nuk janë vënë, muj strit nisi ka patur bashkia, nuk kanë qenë bashkisë. Dhe gjitha këto. Ju supozoj që ju kanë dhënë një studim. Po ja, kam shkuar, kam vizituar rezervuarin e Taninit, i cili për një investim jo më shumë se 50.000 euro nuk funksionon. Kam vizituar rezervuare të tjera të cilët janë dhënë për peshkim, shoqatave të ndryshme, të cilët nuk funksionojnë as për peshkim dhe as për furnizim me ujë. Ne do t'i bëjmë ato funksional dhe do t'i japim mundësi gjithë bujqve që të vadisin tokat e tyre nëpërmjet. Po kanalet që nuk është pastruar ato se do të pastrojnë ato para një pas të shkojmë te këtë vaditjes. Një pyetje, Dara Kitlari, se mos humni vota me këtë, se ti thush njerëzve që do ju krijoj mundësi që ta punoni tokën. Edhe ndoshta ata s'duan që ta punojnë, se ka një lloj kështu rënie të dëshirës, veçanërisht e Brezi i Ri. Një pllëm tok nuk ka papunuar. Një pllëm tok nuk ka papunuar dhe kërkesa imediate e tyre është furnizimi me ujë për vaditje. Nga ana tjetër, ne do ndërtojmë një inspektoriat për mbrojtjen e tokës bujqësore. Toka bujqësore sot bashkiak, e cila do të mbrojë tokën bujqësore dhe nga ndërtimet në tokë bujqësore, por mbi gjitha nga konfliktet që janë dhe nga zënjet e kanaleve me ura nga më të ndryshmet, të cilët janë bërë pengesë për zhvillimin normal të bujqësisë. Nga ana tjetër do të zhvillojmë dhe do ndërtojmë rrugë në parcelat e arave, rrugë të cilat duan një kosto shumë të lirë, por të cilët ulin koston e prodhimit për gjithë fshatarët të shkretët, shkojnë sot në për ato rrugë gjithë gjallë, argjojnë naft me shumicë dhe i rritet kosto, ndërsa me një rrugë me zhavor dhe me qaku shumë e thjesht për t'i ulur koston dhe për të nxjerrë sa më shpejt prodhimin. Këto janë 3 nga pikat kryesore, ndërkohë do orientojmë dhe do të mbështesim biznesin drejt prodhimeve bio. Serat është mundësia më e madhe e zhvillimit në ato zona. Nuk mundet që fshatarët tanë të vazhdojnë mbjedhin grure, mbjedhin misër. Kanadaja, Ukraina të sjellin grurin dhe misin me çmime më të tjera. Ne duhet t'i orientojmë drejt serave, drejt prodhimeve bio, të cilët
janë prodhime shumë mira, e kemi tradit dhe kemi mundësi të konkurojmë, gjithë rajonin përreth, të japim mundësi në Ministrinë e Bujqësisë, ndërtimit të pikave të grumbullimit, sipas zonave, për të eksportuar. Pra për bujku të merret me bujqësinë dhe jo të merret me shitjen. Sot bujku prodhon, riparon traktorin vet, arrin me shit prodhimin vet, nuk i del koha. Sot ka ardhur momenti për t'i ndarë. Është edhe për shkak të ndarjes së këtyre tokës, do që është me pjesë vogla. Racionalizojnë çik. Ne jemi duke folur për bujqësinë, problemi i tretë i bujqësisë është problemi i kooperativave. Është fjalë që na tingëllon keq nga e kaluar, por sot ka ardhur koha që disa fermer bashkë duhet bashkojnë tokat. Por nuk mund bashkojnë dot tokat ku nuk kanë certifikat, ku nuk është bërë azhurnimi. Gjithë zona e Suktit nuk ka azhurnim, nuk ka certifikata pronësie. Atëherë kur bësh një kontratë sipërmarrje apo një kontratë qiraje, do të jesh me një pronë, se do vi një huaj, do vi një sipërmarrës vendas për ta marrë atë pronë. Nuk ka përfunduar akoma azhurnimi. Dhe ne zotohemi që në fillim të vitit do filloj azhurnimi dhe do të përfundoj regjistrimi i tokave bujqësore sipas ndarjes marrjes pronësie në zyrat e regjistrimit. Pra jemi shumë të qartë për integrim nëpërmjet zhvillimit të bujqësisë. Në zonës rurale. Dhe duke përmirësuar në mënyrë të ndjeshme infrastrukturën, atë model që kemi bërë në Durrës për 8 vite, ku kemi hequr baltën nga lagjet, nga bloqet e banimit, do ta transferojmë në gjithë zonat e reja që bashkëngjiten Bashkisë së Durrësit. Kemi përfunduar pothuajse punë me qytetin e Durrësit. Sot do orientohemi dhe do zhvendosemi vetëm në këto zonat e reja, ku infrastrukturën e kemi primare dhe bujqësinë. Atëre, duke dëgjuar, ardhmja e Durrësit është toka bujqësore dhe deti. Ndërkohë dhe parku i zonës lirë në spital janë 3 drejtimet që ne 3 shtyllat kryesore për zhvillimin ekonomik të qytetit. Në qoftë se ne nuk do zhvillojmë dot këto 3 asete, unë jam i sigurt që nuk kemi të ardhme. Ne nuk mund vazhdojmë akoma të prodhojmë fuqi punëtore për perëndimin. Sot ka ardhur dita që rinia jonë të punojnë në Shqipëri, të punojnë në Durrës dhe ta ngrej këtu familjen e vet. Tani unë nuk e kam vështirë të imagjinoj. Okej, vetëm këtë fjali dhe mbyll. Roberti ka respekt për mua. Keni, do të thotë se unë e kam vështirë të imagjinoj që ti do qeverisësh vetë gjithë këtë territor pa atë administratorët. I keni identifikuar njerëzit, jeni duke i Fare, nuk kam administrator, nuk kam asnjë administrator. Ne kemi një administratë bashkisë, një administrator. Nuk do kemi administrator. Administrator do të jetë kryetari i bashkisë së bashku me stafin e vetë. Do të kemi zyra atje vetëm për shpërndar certifikatën dhe gjithçka do ta drejtojmë nga Durrësi nëpërmjet sistemit, se ne mendojmë që është sistemi dhe jo njerëzit. Sistemi është zbut. Kështu mendoni ti Rama? Po jo vetëm ne gjithë, dhe Durrësi është lokomotiv e sistemit. Kemi krijuar inovacioni është Durrësi i parë. Informatizim bashkie, tash në programin e madh qeverisë e-government, prap Durrësi është pjesë e sistemit për pagesën e taksave nëpërmjet internetit, nëpërmjet informatizimit, pa kemi një sër projektesh në këtë drejtim, sepse mendojmë sistemi e mbron nga të korruptuarit, nga rradhat e gjata dhe rrisim transparencën. Atëre, duke ju dëgjuar ju zoti Dako për programin Bujqësinë, mendova që me eksperiencën që keni mund të ishit ministër shumë i mirë bujqësie i qeverisë Rama, mbas 21 qershor. Unë jam kryeministër i vogël i Durrësit. Prima ta mbaroj se unë dëgjova, duhet edhe bujqësia, edhe arsimi, edhe shëndetësia, me eksperiencën që keni në administrim dhe gjitha. Me eksperiencën që keni në administrimin publik, ta jep për vendi punës, nuk është se. Me eksperiencën që keni në administrimin publik, mund të ishit tash me vërtet ato ideti keni shumë të mira për bujqësinë e Durrësit. Por problemi qëndron këtu, që ju thoni që kemi zgjidhur problemet në Durrës se do shkojmë të merremi më tepër me fshatin, ju dëgjova. Ku qëndron kontradikta? Qëndron në faktin që për të gjitha ato gjëra që ne tham këtu që nuk janë bërë dhe që i përmendëm, ju thatë që s'kan pasur mbështetjen e qeverisë. Kurse në gjitha gjërat e tjera që thoni që i keni bërë, nuk e përmendni faktin që s'keni pasur mbështetjen e qeverisë dhe bashkëpunime jemi në një paralele me qeverinë. Jo, me qeverinë e kaluar, thash, me qeverinë Berisha. Këtë thatë që më është bërë ky ligj, është bërë kjo, s'është bërë kjo për shkak se s'është dhënë kjo mbështetje. Po, është vërtet që nuk kemi pasur mbështetje. Pra, nga ana tjetër thonë që keni bërë të gjitha, por pavarësisht se keni pasur mbështetjen e qeverisë, keni bërë të gjitha në Durrës, do t'i shkoni fshat. Jo, ke gabim. Jo, më ndiq tani, se si kemi mbaruar, i kemi zgjidhur çështjet e problemeve në Durrës. Shumicën e gjërave. Dhe këtë model të Durrësit do të transformojmë në fshat. Pra çfarë kemi bërë në Durrës? I kemi shërbyr qytetarët
qytetarëve një lloj. Nga jugu nga veriu, të majt të djathtë. Kemi parë atje ku ka patur nevojë për ndërhyrje, kemi ndërhyrë. Do jesh kryeministri i vogël dhe janë 8 vjet tjerë, janë 16 tjerë, sa do jesh? Kur populli Durrësi dhe fshatet e Durrësit. Pra, ajo që po them unë është kjo, pra kontradikta mes atyre që s'ka mbështet qeveria që s'janë bërë, por atyre që janë bërë etj etj. Nuk ka patur funksion qeveria, si ka patur bashkia. Këtu duhet ta ndajmë. Se për tha jeni shpar për përmbytjet, i ka patur funksion qeveria e atërshme. Dhe nuk i bëri para asnjë moment. Përmbytjet. Përmbytjet, po, përmbytjet. Ju e keni zgjidhur që do pastroni kanalet e fshatrave, ke pastruar në Durrës? Kemi pastruar në Durrës. Dhe nuk është më ajo gjendje. Në Kënet? Po shumë mirë. Ke qenë Kënet as ke qenë? Po s'kam qenë në Kënet, kam qenë dhe kam parë. Durrësiri. Po konta është pjesë më çfarë do bëhet me Shkënetën, kemi situatë vështirë me kanalizime. Në zonën e Durrësit të ri kemi ndërtuar 10 rrugë të reja. Pyti ato banorët dhe jap një përgjigje atyre banorëve të asaj zone. Mendoni për një moment 8 vite më parë kur keni qenë aty dhe pastaj thoni ka punuar apo s'ka punuar Vanjush Dako. Vetëm për një moment të rikthehen 8 vite më parë. E fundit fare. 10 rrugë të reja kemi ndërtuar vetëm këtë vit. 800 metra rrugë me 6 metra gjerësi. Mbyllje kanalesh. Kopshat dhe rrugët nuk i ka zbatuar në detaj, kam një shqetësim tjetër. Thot, jo për gjithë banorët, rruga, autostrada që po përpunohet është aksidentuar një fëmijë në klasë të parë për shkak të një mbikalimi. Jam një banor i Shkënetës. Po më çigon, tash do ne kemi probleme, t'jeni sigurt që ne kemi ende shumë punë për të bërë. Mos mendojmë që ne mbarum. Problemi, po flasim... Nga Shkëneta, çfarë ke bërë për Shkënetën, vazhdon? Po të thema 10 rrugë të reja në zonën... 10 rrugë në zonën e Durrësit të ri, se s'dua t'i them Kënet, 10 rrugë të reja kanë përfunduar. Kemi ndërtuar shkollën, jemi duke ndërtuar me financimet e komunitetit evropian 2 rrugë të tjera dhe një kopësht. Pra gjithë të investime vetëm në atë zonë, dhe do të vazhdojmë prapë, ka akoma problematik, është një zonë me një sipërfaqe pothuajse sa i gjithë Durrësi i vjetër, një zonë e cile ka trashëguar një infrastrukturë shumë të rënduar, me kanale të hapura, me kanale të ure zeza, ure të bardha, pa rrugë, pa ndryqim, pa gjetbrim, pas një gjë, dhe ne po vazhdojmë të ndërtojmë. Dhe kemi një projekt atje shumë të avancuar, kemi një smart city atje, që do të ndërtojmë jo do të ndërtojmë, por gjithë zonën e asajt, do të mbjellim capem, të cilat rriten për 3 vjet, shkojmë 15 metra lart, dhe të gjitha zonë do e mbulojmë vetëm me gjelbrim. Po dakord. Të gjithën që kur ta shikosh mos ta njohësh më fare. Sapo tha që deti, turizmi, toka. Të lutem, ka aplikuar tek një Bloomberg, bëri një kërkesë gjithë kryetarëve të bashkive kush është ideja për ndryshimin e qytetit. Dhe unë aplikova me këtë projekt. Dhe fitove. Tha, jo nuk fitova. Dhe projekti ishte ky, që gjithë zonën informale ta pyllëzoj. Dhe fatmirësisht është një pemë që rritet për 3 vite, rritet 15 metra e lartë, dhe atë projekt do të zhvillojmë në atë zonë. Për kur qikosh të shikosh vetëm një zonë gjelbruar komplet gjithë një sipërfaqe me 100 hektar. Pastaj do flasim edhe për faturën financiare të përmtimeve të 2015-s, po? Jo, mua nuk më intereson fatura financiare, sepse është bilanci i parë që ai që jep të gjitha indikatorët për të barazuar të tjerë. Vazhdojmë me vizionin. Ju thatë që... Vizion, s'akuzova fare këtë gjë, unë thash unë s'jam për kryebashkiak përjetshëm. Kjo është ajo gjithë. Atë vendos populli. Dakor, në rregull, po ne mund të themi mendimin tonë. Neve themi mendimin tonë. Unë mendoj që rotacioni i pushtetit, ndryshimi i pushtetit i bën mirë, nuk mund të ketë vazhdimisht të gjatë. Por kjo varet nga qytetarët. Kjo Durrësi 4 vite më parë rezultoi që nuk i bëri mirë që nuk u ndru pushteti, qytetarët këtë dimat. Ishte vullneti qytetarëve dhe ata... Jo, po arritëm, me që se the, 4 vite më prap do t'i bëjmë mirë. Ajo që po them unë është kjo, ajo që thatë ju është kjo, që potencialit Durrësit janë turizmi, deti, toka dhe... Toka dhe deti. Toka dhe deti, thatë dhe qendrën dhe zonën e lirë ekonomike në spital. Po pra, se toka është tokë bujësore, tokë industriale. Tokë bujësore thamë për bujësi, tokë industriale për... U pyetja ime është kjo, është realisht konstruktive, me dëmin që është bërë Bregdetit Durrësit. Përfshirë dhe ju këto 8 vite keq administrim si pas opinionit tim në pushtet. A ka shpres apo jo? Po, ka shpres. Ju e keni pa rrugën Pavarësia, pa rrugën e plazhit, ndriçim, palma, pis bicikletash. Ndërkohë, qeveria na kemi aplikuar për projekt për kthimin e asaj rruge në një rrugë urbane dhe gjithë lidhjet me detin si dritare për të hyrë në det do të rikualifikohen.
Të shembësh pallatet... Jo më dhe ka gjithë ato hapësirat të cilat do rikualifikohen. Më kujdes. Do rikualifikohen gjithë ato hapësirat. Rruga nga një rrugë autostradë do kthehet në një rrugë urbane, ku gjysma e rrugës do të kthehet në sheshe publike dhe rekreative. Pse s'është bërë tani kjo gjë? Ke 8 vjet më, sa duhet jenë? Sa vite duhet që ti bësh këto gjëra? Po më ta ndërtojmë një qytet ri për 4 vjet për 8 vjet uti? Po jepni një logjik tjetër, këtë që më thoni ju, shumë mirë po i thoni këto, ti ishin bërë për 8 vjet. Këto pa projekte tash, step by step tash. Step by step, dakor. Shkatrojmë pastaj do të ndërtojmë. Dakor. Projekt shumë ambicioz për rrugën Pavarësia, për ta kthyer atë në një rrugë urbane, një rrugë turistike, për të ulur, për të përgjysmuar numrin e lëvizjeve në atë zonë. Dhe do të jetë një nga projektet më të mira dhe ne mendojmë për rikualifikimin dhe mundësinë, sepse kemi dhe eksperienca nga shumë vende të huaja, sidomos Spanja, e cila ka patur një densitet dhe një problematik shumë të madhe në plazhet e saj, falë ndërhyrjeve janë kthyer nga plazhet më të frekuentuara. Shive rruga plazhit. Shikoj nga mbrapa. Mund ta dish çfarë ka filluar projekti, po ka filluar zbatimi. Ka filluar, kështu tha edhe në një studio të FEVZI-u para një viti, kur i nxorën ca projekte, tha pse do bëhen këto në Durrës, sot shkoni se janë realitet të realizuar. Edhe ju, këtë moket do ta shikosh mas 6 muaj të përfunduar. Se bërën përpara për këtë, se bërën para për 8 vjet, 8 vjet janë shumë, e kupton, por do të them, 8 vjet në krye të një qeverisje janë shumë. Në këto kushte që jemi. Violin, demokracisë, kone diktaturës rri. A më bëre një pyetje dhe më the, a do ta rik, më thej bëre një pyetje. Jo, po pse ke bërë diçka do ta marrësh në zarku me njëherë fjalë. Po keni një shoh fond se ke bërë. Më the çfarë do bësh, tash që tu pse se bëre. Nëse pyet çfarë do bësh, unë po t'jap çfarë do bëj. Si s'ka shpresë, ka filluar, ka realitete, më nuk janë shpresë. Këto janë realitete, kanë filluar punimet. Dhe për këto punime ka filluar dhe shiko si do kthehet plazhi. Pra mundësia dhe hapësira plazh është, ne kemi vizituar plazhin me disa ekspertë huaj, arkitektë shumë mirë, njohës shumë mirë, dhe të cilët kanë thënë, e kanë quajtur si një gjë normale rregullimin e plazhit Durrësit. Nuk e kanë quajtur problematik të madh. Është shumë i mundshëm që ky plazh bëhet normal. Dakor, shqetësimi që ngrehet fjalë është. Dhe unë shikoj me aty dhe plazhi është shumë normal. Po në 8 vjet këto do të ishin bërë. Kjo është çështje që do të realizohet. Kur nuk ka bërë 8 vjet, garanci është kur kemi projektet paralizuara. Puna e 8 viteve është dëshmimtar që dhe njerëzit besojnë që prapë do të bëjmë punë mirë për viteve. Ka 2 dhëna këtu që ja u konteston dikush edhe që më ka dërguar dhe tabelat mua. Një që lidhet me fondet e marrë nga qeveria Berisha, që thot janë 28 miliardë lekë. Mos gënjej pa tash. Jo, janë tabelat këtu. Do të shikojmë këtë fond ai, transfertën e pakushtëzuar që fond. Po, edhe ato. Po, një transferta pakushtëzuar jep edhe qeveria Rama. Po fusim dhe ato? Po. Edhe qeveria Rama jep. Okej. 4 në vitin 2005, 2006, 2 milionë e gjysmë dollarë jepte qeveria Berisha Bashkisë Durrësit. Në 2008-ën, i dha 4 miliardë. Pastaj, një minutë tash, transfert do ta ndajmë pra transfertën pakushtëzuar. Transfert pakushtëzuar do të thotë para që qeveria jep çdo bashkie dhe komune. Çdo qeveri e filloi me 4 e uli në 3.8. Qeveria Rama e filloi me 4.2 e çon 4.5. Që është transfert e pakushtëzuar që nda. Një minutë, flasim për projektet e financuar. Ne çum projekte dhe projektet tona janë 14 milion dollar nga qeveria Rama për një vit. Dhe 8 milion dollar për këtë vit që ka hyrë. 22 milion dollar. Ndërsa nga qeveria Berisha ka dhënë vetëm 1.6 milion dollar projekt që ka dorëzuar Bashkia e Durrësit dhe ka marrë financim. Shifra e dy që kontestohet. S'keni pasur projekte sakta për t'i marrë. Po një tani, nëse ti mendon që këto projekte që kanë bën Durrës, duka qenë sakta dhe i bën kamza më të sakta projektet, dakord jam unë, vazhdo. Grantin e pakushtëzuar ta ka dhënë. Dëgjoj, Bashkia e Durrësit është bashkia e dytë në Shqipëri dhe fatmirësisht, nga që është bashkia e dytë, ka dhe kapacitete dhe burimet njerëzore më shumë se një komunë dhe një bashki tjetër. Grantin e pakushtëzuar ta ka dhënë apo jo? Po e ka dhënë gjitha me më. Është detyrë e qeverisë. Ti mbyll bashkitë, po nëse qeveritë. Po jo, Rama po del po thotë që po riqen ata nuk e jap. Jo, transferta pakushtëzuar. Ai po del po thotë se jap gjithë. Projekte, transferta pakushtëzuar është detyrim dhe japet në fillim të vitit dhe ka formulë të barabartë. Pra qeveria, pra Rama s'ka të drejtë mos ta japi, nuk mund të do të mos ta japi. Transfertën e pakushtëzuar. Do ta japi Po, pa diskutim. Të gjithë bashkive. Të dihet se po është me formulë. Dhe në tjetër është që ju në 2010-ën e keni pasur 18 miliard lekë të ardhurat nga burimet e brendshme. Të planifikuar me buxhet. Po, dhe në 2013-ën keni përfunduar 8.5. Pra ju thatë që mlidhit më shumë. Shiko, aty kanë qenë edhe
para të projektit për ndërtimin banesave sociale me bankën. Ka qenë financime dhe të tjera. Ne flasim për parat të cilët me dio. Jo, ato që ju keni grembulluar më pak, pra sipas po jo, pra se ne po ta them. Në atë bilanç 18 miliard të ati viti, unë nuk e di kur është, po atë ati viti 2010, kur bën bilancin, ti paraqet buxhetin, ke parat që të kanë mbetur nga mos realizimi i vitit 2009. Ke parat transfertës që t'jep qeveria. Ke parat që mund të kesh nga donatorët, nga bankat. Ke parat të cilat ti planifikon. Dhe gjitha këto kanë qenë në këtë shifër. To janë që keni mbledhur. Jo, unë po flas nga mbledhja. Nga mbledhja nuk i kalojmë do 8 miliard edhe sot. Në atë kohë kishim edhe 3 miliard që vini nga taksa e ndikimit të infrastrukturë. Kjo ka rënë, por po të mbledhim të njëjtat zëra, ne kemi rreth 50% rritje në raport me 2007. Do doja të bëja një pyetje që më vjen nga Forumi për Trashëgiminë Kulturore, jemi në 10 minutat e fundit, kështu që... Jo 10 minuta, se s'na dhe fare për vizionin, që do bëjmë? Me gjata hajde. Ne mund të largohemi dhe... Po jo, ti mund të kontestosh vizionin. Nga ke arë këtu, vazhdo. Qëndrojmë tek Trashëgimia Kulturore, Durrësi, megjithëse paraqitet një nga qendrat tona, thot Forumi, më të pasura në trashëgimi që shkon deri në antikitet, është dëmtuar në tokën e tij përdhunshëm. Çfarë do të bëni ju? Sqarova atë, ne do të vazhdojmë të mbrojmë për gjitha ne... Ky është vizion. Ne shikojmë si potencial trashëgimin kulturore. Amfiteatrin e Durrësit 1, Muzeun Arkeologjik të Durrësit, janë 2 asetet të papame në Shqipëri. Janë 2 objekte shumë të rëndësishme të cilët ne duam t'i vëjmë në shfrytëzim për të marrur të mira materiale për këtyre. Dhe konkretisht ne mendojmë që ato janë pikat më të frekuentueshme të gjithë turistëve. Dhe nga ana tjetër kemi projekt për amfiteatrin, të cilin duhem ta kthejmë në një qendër spektakëlish për të marrë eksperiencat pozitive të qytetit Veronës, të arenës Veronës, për ta rikthyer këtu, sepse mendojmë në atë amfiteatër, përveç vizitorëve që vinë për të njohur me trashëgimin kulturore dhe shumë të pasur të Durrësit, vinë edhe për aktivitete kulturore. Kemi mundësi të krijojmë atë në një arenë spektaklesh që të ketë sa më shumë iniciativa, sa më shumë aktivitete, të ketë sa më shumë gjallëri qyteti, të ketë sa më shumë xhiro, të ketë sa më shumë shpenzim, që do të thotë në kapitalizëm përkthehen në vende pune, përkthehet në të rriturat të ekonomisë lokale. Thot dikush prapë në lidhje me këtë problematikë pra të pasurive arkeologjike. Për Porto Romano thot ku është porta më e rëndësishme bizantine e Adriatikut. A ka ndonjë projekt për të hequr pompat e ujrave të zeza, të cilat janë të penguara nga ky port i naftës dhe nuk ka ardhur momenti për ne të heqim hidrovorin nga atje dhe të japim trashëgimisë kulturore. Them është më i domosdoshëm hidrovori, në cilën përmbytemi dhe është i domosdoshëm sepse Durrësi është në nivelin e detit dhe pa hidrovor do të kemi përmbytje, se sa të japim trashëgimisë kulturore. Është shumë e rëndësishëm çdo aset i trashëgimisë kulturore. Por unë po them ne i kemi amfiteatrin, të cili është dëshmimtar okular i gjallë që tregon sa i vjetër është ky qytet. Dhe nuk diskutohet që në një qytet që ka një amfiteatër të tillë ka pafundësisht asetet trashëgimisë kulturore. Problemi është si do t'i menaxhojmë për të përfituar, ta shikojmë si një biznes asetin. Nuk mund ta shikojmë thjesht si një objekt për ta parë. Dhe për këtë po flasim për vizionin. Të krijojmë atje spektakle, iniciativa, aktivitete nga më ndryshme për të gjallëruar jetën, sepse kostumi sjell zhvillimin. Se nuk është bërë. Dhe po ta them, para 15 ditësh qeveria shqiptare filloi punimet për shpërnguljen e 3 banesave që ndodheshin në arenën e amfiteatrit, gjë që cilën ministri i kulturës që ka qenë atë kohë Xhaferri, qytetari i Durrësit nuk arriti do ta bëjë dhe zonja Kumbaro, cilën e falenderoj, arriti të nxjerrë fondë nga qeveria për të shpronsuar 3 shtëpi të cilat ishin bërë pengesë për gërmimet arkeologjike dhe për ta kthyer tamam në një arenë spektaklesh gjithë amfiteatrin. Ju keni plane për itinerar të turizmit kulturor për shembull? E kemi përcaktuar që në 2011-ën itinerarin zbret nga Torra, futu në bulevardin kryesor. Është pyetje e Forumit për trashëgimin. Po, futu në bulevardin kryesor, shko tek sheshi, te rotonda, hyp mbi galerinë që kemi ndërtuar, dil tek amfiteatri, zbrit përsëri drejt murrit rrethues, hajde tek përsëri te Torra dhe ktheu pastaj të shiko muzeun arkeologjik. Pra është një itinerar i mirë përcaktuar ku prek çdo turist të gjitha asetet e qytetit Durrësit. Zoti Dako, ju flisni meqense jemi te vizioni dhe të dëshira juaj për të folur, normalisht ju keni ardhur edhe për këtë. Pyetja ime është kjo, ju në programin apo në ato që keni hedhur si zotimet tuaja, sugjerimet tuaja për mandatin e ardhshëm, flisni për Durrësin e 2030-s duke folur për një projekt, një muzeu të madh ngjashëm me një muze të Barcelonës, apo e kam Jo muze, shiko.
Më më shpjegoni cili është Durrësi 2030 në Spanjë, pse 2030? Ne kemi Durrësi 2030 sepse jo. Po jo, ky është gabim. Jo, ky është gabimi. Ne kemi analizuar qytetin dhe i dim dhe e njohim shkëlqyeshëm qytetin. Ku i ka pikat e dobta dhe ku i ka mundësitë e zhvillimit. Dhe në bazë këtij studimi ne kemi përcaktuar projekte afatgjate, të cilët kryetari i Bashkisë Sotëm duhet të hedhë themelet për këtë projekt të vitit 2030. Dhe nesër çdo kryetar i ardhshëm të punojnë mbi bazën e këtyre projekteve për të vazhduar në të njëjtën rrugë, sepse Durrësi është ai që është, kryetarët do ikin dhe do vinë. Dhe ne duhet të hedhim themelet që parat mos të hidhen kot, po sot të hidhen në një pikë, nesër në diçka tjetër dhe deri në 2030. Prandaj kemi përcaktuar dhe kemi thënë Durrësi vitit 2030 duket pak si i largët për banorët dhe ne nuk, po të ishte se kemi thjesht si një premtim për elektorat, ne mund të thonim Durrësi vitit 2020. Por ne i themi sepse jemi të bindur që deri në 2030 këto projekte bëhen realitet dhe Durrësi 2030 do të jetë ai, sepse ne mendojmë që nuk duhet mendojmë për sot, për Durrësin e sotëm. Ka ikë, thash parë, ka ikë koha një kryetar bashkie për të menduar për të kanale e për rrugë. Atë e bën punë të përditshme. Sot problemi është që ne të hedhim një vizion ku do të jemi 2030-ën, ku do të shkojë rinia jon, ku do të jetë ardhmja e këtij vendi. Dhe për këtë e kemi të përcaktuar shumë saktë. Dhe efektin Guggenheim, e thash, një kryetar bashkie në Barcelonë, në Bilbao, në një qytet i cili kishte një jetë të mjerueshme, në një qytet me kriminalitet, ndërtoi muzeun e artit modern të Guggenheimit. Fal një arkitekturë të shkëlqyer të Frank Gehryt, një arkitektit të madh, ajo u kthye si një qendër dhe filluan vizitorët, filluan që të gjithë vinin ta shikonin dhe sot Bilbao, fal atij investimi, filluan gjithë sipërmarrjet, filloi shteti, filloi bashkia duke investuar para në rregullime, restaurime dhe sot Bilbao është një nga qytetet më turistike të Spanjës. Dhe kryetari i bashkisë asaj kohe ka marrë dhe një nga çmimet më të mëdha si kryetar bashkie. Efekti Guggenheim duam ta japim Durrës dhe efekti Durrës duhet ta japim në gjithë Shqipërinë. Si do të jetë Durrësi, ky është modeli i Durrësit, do të transferohet në gjithë Shqipërinë. Si do të ndërtohet Durrësi, ashtu do të jetë nesër edhe Fieri, edhe Lushnja dhe gjithë qytetet. Ky është vizioni jon për Shqipërinë, për të ardhmen e Durrësit. I kemi projektet. I keni mjafton projekte të duhet. Shiko projektet. Ne kemi të përcaktuar qartë projekte të cilat janë projekte spektakolare, të cilat janë me një vizion të qartë. Shikoni këtë sheshin, është një shesh publik, në cilin do ta quajmë sheshi i drejtësisë, në cilin ka edhe 2 sheshe tjera për rekreative për banorët, ku kemi zgjidhur trafikun, kemi zgjidhur gjithë problematikën që sot është në atë zonë. Dhe mbi gjitha kemi një vepër arkitektonike në sheshin tjetër përpara portit, një vepër arkitektonike e paparë në Shqipëri, e cila do të thithë turist, jo vetëm nga vendet e rajonit, por gjithë artistët, arkitektët, studiusit që merren me arkitekturë dhe ndërtim, do vinë të vizitojnë këtë vepër që shikojnë atje. Ajo është një vepër e cila do vi dhe do të vizitohet nga mira turistë në Shqipëri. Por si mendoni do ta jam në fund fare. Shiko, dhe kjo është Veliera, shenja e qytetit Durrësit, Vela, e kemi titulluar Veliera, shenja e qytetit Durrësit, vepër e cila do të ndryshojë jo vetëm Durrësin, po do ndryshoj Shqipërinë prej asaj vepre. Mund të bëjmë pyetje për shkak për vizionin, se tha spitalla. Po jo vetëm ajo, se shikon, në atë vizion kemi përcaktuar portin. Po më dakord. Kemi përcaktuar portin turistik. Duket shumë i përcaktuar. Bëj një pyetje të thjeshtë. Po kemi përcaktuar plazhin publik të ri që do të ndërtojmë. Kemi përcaktuar parkimet. Për 8 vjet mund të ishim bërë këto, po. Jo, për 8 vjet tash. Nuk kemi për Durrësin e 2030-s. 8 vjet ne jemi rat. Nëse do të ishim Dubai, që do të shponim naftë, do ta kishim bërë edhe për 3 vjet. Po ne mendojmë që me këto kushte që ka Shqipëria, në vitin 2030 ky do të jetë Durrësi. Atëre po them unë. Ju thoni që ne do bëjmë zonën e spitallës, do bëjmë punësim, etj, zonë lirë ekonomike. Zonë lirë ekonomike. Po e dini ju që neve jemi në marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe nuk mund të bëjmë zona lirë ekonomike pa marrë Ky është një vendim që e ka marrë qeveria shqiptare. Është vendim i marrë në qeverinë shqiptare. Pse premton? Bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit, e cila ka vënë hapësirën. Bashkia e Durrësit ka vënë hapësirën në dispozicion qeveria vizionin dhe të dy jemi në njëjtin drejtim për ndërtuar parkun industrial më të madh dhe zonën lirë ekonomike për të thithur mira investitor për të hapur miliona vende pune atje. Është propagandë. Atje kush është propaganda? Ai një realitet është nxjerrë me 1 euro në
në garë. Ku mo? Po se bën qeveria fare këtë gjë mos, se do të marrë leje nga Brukseli se ne jemi marrëveshje me ta, jemi vend. Jo tani mos hyj tash te problemet e marrëveshjeve me Brukselin, i rregullojmë marrëveshjen me Brukselit. Se Brukseli ka zona të lira. Jemi në një treg me ata. Ne bëjmë konkurrencë për Serbinë, për vendet e rajonit, dhe bëjmë një platformë industriale të park për gjithë Evropën. Po ti jemi jashtë BE-s. Do të jetë një platformë do integrohemi në BE, po tani këtu do të dalim jashtë BE-s. Ne jemi në Afrikë. Zona e ekonomike do të thotë 3 vjet pa taksa. 5 vjet me përgjithësim taksave. Në qoftë se ne do ty për 3 vjet. Ne të ikim. Po s'është propagandë. Po s'është propagandë. Fakt real. Po s'është fakt real. Ai fakt real. Është nisur procedura. Po është procedura pra. Po flas. Po më këtu projekti. Jo, po fakt. Unë po flas për një gjë e njohur. Një shtet, një qeveri, një bashki, jep ofertë ku i ka. Nuk ka kërkesë, atëherë ne nuk flasim. Ne po flasim për detyrën që ne kemi si të zgjedhur vendor apo si zgjedhshet. Ne japim ofertën. Nëse investitorët nuk e duan, atë është problem tjetër, por ne japim ofertë. Dhe kjo ofertë nuk vjen rastësisht. Projekti përbashkët, ne kemi vënë tokën në dispozicion. Ne kemi vënë truallin në dispozicion, sepse ne mundtonim nuk kemi dakord. Po kemi marrë lejën e Brukselit do e bëjmë. Atëherë po ti thua që do e bëjmë. Po ti mendon që qeveria se ka marrë lejën e Brukselit? Sigurisht që jo. Po qeveria komunikon me Brukselin. Më vjen shumë keq tani. Në zarko edhe më pas jemi në fund. Don se po dëgjojmë të kandidatën tjetër e cila po flet për punësime. Në fakt është lloj ligjërate. 15.000 vende pune nga një për çdo familje në bashki. Domethënë ju keni një përfytyrim 204 vende pune ka bashkia. Keni një përfytyrim juve që gjithë këto projekte që thoni, çfarë impakti do kenë punësim? E para dhe e dyta, është i konstatim do që për ta mbyllur. Rama thotë që s'ka, s'bën bashkia punësim. Po s'bën. Nëse indirekt nxit punësim. A vizion për krijuar vende të reja pune. Jo punësim. Rama po thotë që Basha po kërkon të peshkoj budallënj, sepse bashkia s'bën punësim. Po nuk po ta them që s'bën bashkia. 204 vende pra kam në bashki. Nuk punson dot njerëz. Po nuk punson. Dakor, në rregull. Ai që thotë, bravo, rivalia thotë, do të fus 15.000 vende. Jo pra, do stimulojë të thon fond garancie. Jo, do thonë nga një në çdo familje do i fusë punë bashki. Dhe do t'i marrë gjithë qytetar nga Durrësi. Bënde diskriminim qytetar. Një sekond mentor, se nuk ka thënë ashtu, se do t'i marrë bashkia në punë shteti. Ka thënë që do jap fond garanci për biznes. Biznes privat do hyjnë punë. Biznes privat, në biznes privat, i thuhet biznesit 3 do rinë në shtëpi, 1 do punoj. Nga kjo shtëpi. Një ka thënë, të paktën një ka thënë. Jo, po jo të paktën. Nga një familje do bëjmë 60.000 familje, nga 4-5. Po s'është qëllimi keq tani, pse edhe si qëllim, edhe si qëllim horizonti këtë. Edhe ai joti që është ai spitalës qëllimi i mirë është. Po edhe kjo ka një qëllim të mirë. Çka ka tash se nuk do jesh me këmbë. Po si pra abuzim dakor. Ka kinesë të interesuar, nuk sheh. Meqense jam në minutat e fundit. Ne japim mbështesim sipërmarrjen, do të jap një fakt. Nazarko, lutem, do të jap një fakt. Merri një investitor nga Italia. Rastësisht takime me mua. Ishte i përqendruar do hapte biznes në Tiranë, për arsye sepse ai gjithë prodhimin që kishte shiste po në Itali dhe nuk kishte fare punë me tregun e brendshëm. Duke qëndruar aty, i bëra një shëtitje nëpër qytet. Filloi të pëlqente Durrësi, filloi të pëlqente administrata gjithë. Unë po vita po regjistrohem ta në qeverisën e Durrësit, ta nuk po shkojnë në Tiranë, ta këtu që ka klima më e mirë, afër Durrësit, këtu që ka jetesë e sigurt, e bukur, edhe u regjistrua në Durrës. Pra, kjo çfarë do thotë? Një klim pozitive ndaj biznesit, ndaj një ca vendimarrje të shpejta, orientuese për biznesin, një qytet i bukur me një imazh tjetër, të krijon mundësi për investitorët. Pse kandidatët e Durrësit nuk kanë debat? Ku është problemi? Pse nuk ka debat mes dy kandidatëve? Ku nuk ka debat? Mes dy kandidatëve debat televiziv. Debatoj me ty dhe kam prit nga rivalja. Ti e mendon? Po pyes, nuk kam mendoj fare asgjë. E kam thënë në tek Top Show dhe i kam thënë jam ditën e martë, javën e fundit të fushatës, tek Alban Dudushin debat. E ke caktuar ti ku do shkoj, të vija aty apo po jo ma bëria i ftesën, tha, unë i thash Albanit jam dakord të vite ty. Në fakt se na bën ne, po nuk e patëm të mundësi. Pse kudo dhe vetëm te Alban Dudushi. Se mos vende nuk pëlqen, jeni të çfarë problemi ke? Nuk ka. Ne ai ma kërkoi parë dhe unë u përgjigja ftesës atit. E kuptoj, unë një kam vetëm një konstatim të fundit. Dhe po ta them edhe një herë, unë nuk kam debat me rival, unë kam me 320.000 banor Durrësit debatin. Patjetër. Unë jam një kryetar që kam qenë 8 vite, kam qenë i provuar, nuk jam që vi për herë të parë. Në moment që vjen për herë të parë, mund të kërkosh debat. Unë jam zakonisht ata që janë në pushtet kanë më të vështirë sepse janë konsumuar nga pushteti. Unë kam debatin me qytetarët, më duan apo s'më duan, kam besim apo s'kam besim tek unë. Po megjithatë po ta them, jam i gatshëm të përballem me çdo njeri në debat, me gazetar, me rival, me politikan, me të gjitha lloj,
sepse kam mbi vete suksesin e punës. Me qënë se e keni me qytetarët, unë ju japë minutat e fundit për të thënë qytetarëve pse Vazhdishaku duhet marrë mandatin e 3 të Durrësit. Po, sepse e thash më lart, unë e dua qytet. Është mesazhi juaj për qytetarët. Po, e dua qytet. Kam lidhur jetën time, gjakun tim me atë qytet dhe kam dëshirë ta zbukuroj, ta transformoj atë qytet, të bëj më të mirën për atë qytet. Dhe do të jap gjithë energjitë, gjithë shpirtin tim në dobi për të përmirësuar, transformuar çdo ditë zbukuruar Durrësin, sepse nuk jam këtu për të bërë 8 vjet kryetar bashkie. E kam vënë një emër si kryetar bashkie, do jetë ajo fotografia ime atje te bashkia. Unë mendoj që duhet jap më shumë në të mirë të këtij qyteti dhe prandaj kërkoj votën dhe besimin e çdo qytetari Durrësit i bindur që do bëj punë më të mira për atë qytet. Zoti Dago, unë falenderoj shumë që ishte sot në studion e hapur. Falenderoj kolegët e mi Zarko dhe Rakiplari, falenderoj juve që na ndoqën nderuar televizionist në mënyrë të veçantë, falenderoj qytetarët e Durrësit që kanë qenë të shumë dhe aktiv në faqen tonë të Facebookut Eni Vasili Studio e Hapur. Një intervistë ngjashme përballë gazetarëve do të ketë edhe kandidati tjetër e Durrësit, zonja Grida Duma, në ditët që do të pasojnë, ndërkaq takimi i ardhshëm me studion e hapur me një debat shumë interesant me këshilltarët bashkiak të Tiranës. Do ta kemi ditën e hënë, është një debat i titulluar Tirana sipas këshilltarëve. Na ndiqni të hënën në orën 20:30 këtu në 24. Faleminderit, natë e mirë.